Algoritmi nuk shpërblen qetësinë e varros, sepse qetësia është armik i algoritmit. Algoritmi nuk i shpërblen nuancat, i fshet, sepse nuancat janë kundërshtare të algoritmit. Algoritmi nuk e do arsye. Algoritmi është aty për të shpërblyer konfliktin dhe çdo qenie konfliktuale që i vjet atij në dispozicion. Ai shpërblen indignatën dhe ai shpërblen edhe frikësimin e tjerëve, sepse frikësimi prodhon klikim, klikimet prodhojnë kohë dhe koha prodhon para. Ekonomia e vëmendjes është bërë ekonomi politike. Sa më shumë zemrim, aq më shumë shikueshmëri. Sa më shumë shikueshmëri, aq më shumë ndikim. Sa më shumë ndikim, aq më shumë pushtet. Mbi kë? Mbi splevrit e algoritmeve, mbi të gjithë ne. Kjo është arsyeja pse sot protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por kanë nevojë për një shesh thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma, sinkroni që se pëndoqët ishin pamje nga protesta që sot kam mbritur në ditën e vetë 23. 23 ditë pra, 23 mbrëmje si themi më shumë. Ndërkohë ndoqim edhe kryeministin që diçka shpjegoi për algoritmet. Algoritmin në përgjithësi dhe duk sikur ishte njeri ky, si të thoshim, si të themi për shembull Cali Berisha, algoritmi, Fatmir Mediu, ose emër tjetër, e kupton? Pikrisht për këtë çështje që ka mbërthyer jetën shqiptare, ne do të flasim në mbrëmjen e sotme, në të dy pjesët e këtij emisioni. Në pjesën e parë unë jam në studio me ministrin e drejtësisë, zotin Toni Gogu. Zoti ministër, mirë mbrëma, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë të jetë. Faleminderit. Do të kemi në lidhje direkte përfaqësues të opozitës, zotin Gjin Gjoni, deputet i Partisë Demokratike i gjyqtar. Zoti Gjoni, faleminderit shumë, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, faleminderit. Artan Orxha, Emergjinishi, Antona Bilekaj do të jenë në studio në këtë pjesë me mua. Si që ndoqim, zoti Gogu, kryeministri ja faturoi algoritmit pjesën të muset asaj që po ndodh me protestën. Tani përtej faktit që algoritmi ushqehet shumë me ngjarje të tilla, e dim këtë gjë, është shumë fort e njohur, apo qoftë edhe me manipulime të ndryshme që mund të ndodhin, ose edhe me këta që marrin vjuset, qoftë edhe këto, zonjat e reja, vajzat e reja, të gjithë që vrapojnë, rëmbejnë vjuset, se aty ka vjuset, sa dush. Ose edhe ca sharlatan që dalin, që s'kan fituar asgjë në jetën e tyre të gjithë. Por, ka një problem. Nuk shihni ju një problem me qeverisjen që ka detyruar njerëzit të dalin, sidomos ata të rinjt në protestë. Ju vetë e shihni pak kënaqësinë? E kuptoni njerëzit që kanë dalë aty apo jo? Realisht, jo unë t'i përjashtova një pjesë të rëndësishme, bashkë me algoritmin. E para, unë nuk mendoj se përjashtoj njëra tjetrën të përshkruash kohët ku ne jetojmë dhe çfarë rëndësie ka algoritmi nga të dëgjuarit e shqetësimeve reale. Duhet të mbaj mend që ajo mbledhje ishte të paktën 5 orë në kujtesën time, ku një pjesë e madhe dhe fjalimit kryeministrit, por dhe diskutimet që ne patëm, që ishin diskutime të hapura, po deshët ju edhe debate pune, kanë qenë për shqetësimet reale të qytetarëve, duke vnisur nga e drejta e pronësisë e duke shkuar tek e drejta e zhvillimit e kështu me radhë. Ndërkohë që besoj që ja vlen që kryeministri t'i shpjegoj qytetarëve të vendit vet që tashmë jetojmë në një kohë kur është shumë e ndryshme nga koha ku ju drejtonit themeluat dhe drejtoni, jam i bindur, gazetën Albania dhe kishit një redaktor etik që shikonte vërtetësinë e lajmit, burimin e lajmit, në një kohë ku sot nuk ka rëndësi se si e ke gjetur, për aq kohë sa klikohet, për aq kohë sa vihet lajku, kryeredaktori etik ka ikur jo tek Gazeta Albania, por ka ikur te New York Times, ka dal nga puna. Çfarë është e klikueshme, është e vërtet. Ky është, besoj unë,
ai moment që Media kryeministri klasike, mos hymë në këtë temë, media klasike vazhdon të mbahet. Te media sociale ajo biles po kjo është sipas kulturës së popujve. Çdo lloj gjyqtari. Sipas kulturës së popujve. Në Britani është shumë e vështirë të gjesh ato komente që ne shohim. Po që shohim. Po unë do thosha Ne jemi populli shqiptar tani, edhe ne që po flasim këtu. do thosha që kryeministri e ka për detyrë që ti shpjegoj ashtu siç ka për detyrë të bëj atë gjën që bëm ne, mos ta harrojmë që ka folur 2 orë përpara një jave me banorët e Zvërnecit, ka dëgjuar për 2 muaj të tërë ka qenë në përsheshet e Shqipërisë dhe ka dëgjuar natyrisht familjen socialiste dhe më gjërë, të gjitha ata qytetarë të cilët janë bashkuar Partisë Socialiste për diskutuar hallet dhe nuk di unë që të ketë formacion tjetër politik, të paktën në dëshminë time që diskutoj si të shtrohen rrugët në Baldushk, si të mundet fuqizojmë rrjetin energjetik, si të mundet ndërtojmë shkollën në Shëngjërq, si të mundet ta bëjmë në Arbane kështu me radhë. Pra, të dyja nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Dhe shqetësimet reale të njerëzve që ne i dëgjojmë, i shikojmë, ju jeni dëshmitari, dini shumë mirë që kryeministri i thërriti atë pjesë të protestuesve, të cilët me të vërtet janë atje për ato shqetësime reale, por nga krau tjetër besoj që i takon që t'i shpjegoj shqiptarëve dhe kohën ku teknologjia ka marrë dhe ka sunduar dhe po ndeshet ashpër me demokracinë liberale. Besoj që është një sfidë që e kanë trajtuar filozof, politikan, pedagog, akademik dhe besoj dhe qytetar thjesht. Që jam okej me gjithë aty, po unë besoj, ndoshta nuk jeni ju njeri dur, do të vetë kryeministri ato të gjëra, se ti ministri je dhe nuk i thotë do të besoj gjëra deri në fund, por kjo protest nisi me Zvërnecin, por ndërkohë, në fakt tani aty dalin grupime të ndryshme, dhe siç e thash unë se cili ka hallin e vet. I bien lloj pizgave dhe fisarmonikave. Që cili në altë vetë, bile ka një pjesë madhe njerëz që dalin se thonë sa mirë që po ndodh kjo, se ne s'kishim fare protagonizëm, të dalim tani dhe ti. Por, në thelb, duhet përgjigje, se kemi parë Ramën që bërtet të thash, flet për blogerët, dhe ka drejt për këte, flet pasaj flet për blogerët, bishan ata dhe pasaj befas bet njeri racional. Do me thënë, gjitha këto lëvizje duke si një one-man show dhe jo kryeministri tani i dashur. Se, ku e di unë tani, që të them? Do një përgjigje tjetër, më institucionale, a jeni mbledhur, a keni o zotri? Unë besoj që kryeministri ndau fare qartë shqetësimet reale të njerëzve dhe po ju them mbledhja zgjati 5 orë. Nga ato 5 orë janë 10 minuta, më pak se 10 minuta që flitet për amplifikimin digjital për cilën analizoi kryeministri. Pra, se si amplifikohen digitalisht problemet e caktuara. Dhe pjesa tjetër e mbledhjes, po ju them edhe një herë, është mbledhja e disat e zgjeruar e grupit pas një turi të tërë ku ne kemi qenë me qytetarët dhe kemi diskutuar dhe po e them që nga e drejta e pronësisë, që vazhdon që të jetë një nga shqetësimet kryesore tek e drejta zhvillimore, se si do të mundet shteti ligjor të kaloj këtë test që dhe të respektoj të drejtën e pronës për të zhvilluar, por dhe të respektoj të drejtën e qytetarëve të cilët kërkojnë të ruhet mjedisi apo të ruhet trashëgimia e kështu me radhë. Kështu që unë besoj që është normale të drejtpeshosh midis shqetësimeve reale dhe të shpjegosh dhe se si amplifikimi digital merr dhe i shformon shpeshherë problemet në problematika që vërtet nuk kanë lidhje me realitetin. Po pse si thon publikisht është pyetja. Se këta 5 orë me njëri tjetrin mund të diskutojnë. Problemi është që tu ka ca kërkesa publike dhe presin përgjigje publike, presin dialog publik në distancë, kuptoj. Juve, pse si thoni publikisht kryeministri, pse nuk e thot publikisht këto shqetësime, çfarë do përgjigje doja për këto shqetësime? Kanë disa kërkesa, sot kanë bashkëtuar 5 kërkesa të reja për shkak protesta. Sa po kanë bërë? Dolën tani? Po. Më ndihmon me kërkesat e reja regjia nëse mundet. Rozhan, kërkesat e reja. Ideja është, ka edhe popullata. A ka përgjigje kryeministri, a komunikon me ata, do gjejmë mënyrë komunikimi, apo tani ata quhen ignorantët e algoritmit, të cilët funksionojnë se algoritmi ndihmon, dhe ju jeni pjesa e shëndosh intelektuale që i keni përjashtuar ata nga qeverisja dhe vazhdoni vetëm. Sepse ky është fjalimi i kryeministrit. Ignorant e algoritmit përballë një qeverisje të përgjegjshme. Ose do merresh do japësh përgjigje atyre, ose çfarë diskutoni juve pastaj nuk ka vlerë, sepse ne diskutimet tuaja kemi parë 13. Tu jeni përballë një fakti të ri.
Besoj që të gjitha kërkesat kanë marrë në kohë të ndryshme përgjigje të ndryshme dhe po e theksoj përsëri që pra përgjigje të caktuara, jo të ndryshme, kanë marrë përgjigje të caktuara. Është e drejta kushtetuese e qytetarëve që të bëjnë kërkesa, qoftë duke protestuar, qoftë duke ju paraqitur ato kërkesa institucioneve. Dhe është e drejta e institucioneve dhe e shtetit ligjor që t'i shqyrtojnë ato kërkesa brenda rregullave. Kam përshtypjen këto janë rregullat e demokracisë liberale. Pra, rregullat e një shteti demokratik janë pikërisht këto, që qytetari ka të drejtë që kërkesat e tij ti paraqesi që nga momenti me shkrim deri te protesta në mes të sheshit. Dhe detyra e institucioneve është që ti trajtojë ato kërkesat brenda ligjit dhe brenda rregullave. Dhe mua më rezulton që kjo gjë ndodh për ditë. Nëse ne i marrim kërkesat një nga një, atëherë hajde t'i shikojmë. Pra, ata një nga kërkesat më fal. Një nga kërkesat që kanë parë aty të shfuqizohet ligji. Abrogimet e ligjit për zonat e mbrojtura. Për zonat e mbrojtura. Doli dhe paketa e maleve. Po, edhe paketa e maleve. Me abrogimet njerë, flasim për abrogimet. Si që njoh unë shtetin ligjor dhe jam i bindur që e njeh edhe ti, kur ke një kërkesë të tillë, ti e paraqet përpara gjykatës kushtetuese për t'i thënë unë kërkoj dhe pretendoj që ky ligj është në kundërshtim me kushtetutën. Dhe gjykata kushtetuese bën atë gjën që shfuqizon duke thënë ky është në kundërshtim me kushtetutën. Gjykata kushtetuese ka parë atë, ka marrë vendimin që nuk është. Atëre, kjo është kërkesë politike, jo juridike. Po mirë, nëse është kërkesë politike, dhe Partia Demokratike e mori, po edhe e solli në parlament. E solli në parlament bashkë me kërkesat e tij. Dhe do të trajtohet në parlament. Dhe do të trajtohet në parlament sipas rregullave të rregullores parlamentit. Pra, unë besoj që në fund të ditës ne duhet kuptojmë një gjë. Shteti ligjor shqiptar sot është në testin më të madh të vet për sa i përket ligjshmërisë dhe demokracisë. Dhe këtë e bëjnë institucionet. Pra, qytetari, ajo është e drejta e qytetarit të kërkojë çdo ditë. Për zonat e mbrojtura. Por e drejta e qytetarit është të kërkojë çdo ditë një qeverisje më të mirë. Parlamenti Evropian meritoi një rezolutë. E drejta detyrimi i shtetit është që të trajtojë ato kërkesa sipas ligjeve. Parlamenti Evropian nxjerrë rezolutë ku ju rekomandon që abrogimin të abrogonin ndryshimet në ligjin e zonave të mbrojtura, apo jo? Absolutisht. Parlamenti dy kërkesa. Po. Juve do e meritoni apo jo? Parlamenti Evropian, siç ka bërë dhe në rezolutat të tjera, bën kërkesat të tij. Parlamenti shqiptar do t'i marrë si sovrani popull t'i shqyrtojë në zbatim të kushtetutës së Shqipërisë dhe në zbatim të rregullave. Dhe këtë gjë duhet kuptojmë ne. Pra, nëse ne dalim në shesh dhe bëjmë një kërkesë politike, siç e thatë ju me të drejtë, ajo kërkesë politike duhet marrë formën politike, instrumentin politik, por brenda rregullave të shtetit ligjor. Kjo është sfida, mendoj. Këto rregulla mund të bëhen më shpejt, iniciativa mund të bëhen më shpejt. Dhe tani pas rezolutës të Parlamentit Evropian, mund të bëjë akoma më shpejt një rishikim i ndryshimeve në ligj për zonat e mbrojtura. S'ka asgjë të keqe këtu. S'ka pse të shkojë deri në kushtetuese çështja sepse kushtetuesia ka dhënë mendimin, po. Dhe sigurt ishte për kushtetuesen. Ju rishikoni një politik dhe mund të rigjeni, nuk ka asgjë të keqe. Dhe për të thënë që shteti edhe një herë, e drejta kushtetuese e një qeverie është vazhdoi të qeverisi deri në momentin që mbrin në garën elektorale të radhës. Kjo është detyra kushtetuese e një qeverie. Detyra kushtetuese e një qytetari është të protestojë. Dhe këto nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Këto është ajo tangua që duhet të vazhdojnë të shtyjnë njëra tjetrën në një korridor të gjatë derisa kjo është një betejë që ne se di kush do ta fitojë. Eksakt. Po deri atëre këto kërkesa sigurt që e fiton Shqipëria. Është sigurt që e fiton Shqipëria sepse sfida është për Shqipërinë. Atë duam të gjithë në Shqipëria. Sigurt, sepse po Igur Rama fiton Shqipëria. Unë besoj që problemi është që sot në mënyrën se si po zhvillohet ajo protestë, në mënyrën se si Shqipëria vazhdon dhe kalon pengesat burokratike me shumë sukses të procesit të antarësimit, duke plotësuar të gjitha kushtet, pra çdo kilometër, unë besoj që ky është shembulli më i mirë që ne mund të japim se si në një demokraci dhe njëherë qeveria bën detyrën e vet kushtetuese, qytetarët bëjnë detyrën e vet kushtetuese dhe në fund fare takohen në garën elektorale ata qytetarë cilat këto do t'i kthejnë një alternativë për të garuar politikisht dhe ata qytetarë të cilët do të vendosin në fund fare që të votojnë dhe të zgjedhin alternativën e tyre. Kështu e njoh unë kushtetutën tonë me këto rregulla. Tani, nëse ne duam të vendosim rregulla tjera, duhet ndërtojmë konsensus tjetër. Para se ta kaloj, zoti Hoxha,
dhe të zotë Gjiniqi, mua mi dërguan 5 kërkesat. Në fakt, 1 kërkesë është tu. Nuk ka 5. Dorëheqje e pa negociueshme e kryeministrit dhe qeverisë. Nëse nuk bëhet kjo, 4 kërkesat e tjera bien. Nëse bëhet ajo, realizohet të tjerët. Ben dhe kërkesat e tjera. Pra, çdo kërkesë nis me dorëheqjen e qeverisë. Pyetja ime është, e keni diskutuar në njërë, zotë ministër, këtë gjë? Të dorëheqjet e qeveria? Diskutuam në 11 maj. Jo kur fituat ore. Jo kur fituam ne, kur vendosi populli, se nuk është çështje. Vendosi populli. Po, aty u diskutua. Ore, kush do ta qeverisi Shqipërinë? Po populli vendosë shumë mirë, pastaj pastaj qeverit në njërë marrin vendime. Ju e keni menduar në njërë të gjë. Detyra kushtetuese e kryeministrit është të qeverisi. Pra, të dëgjoj njerëzit, dhe po them, ka 2 muaj që është në një tur në Shqipëri duke dëgjuar njerëzit, ishte 2 orë me banorët e Zvërnecit, u bëri thirrje të gjithë pjesës së protestuesve të cilët janë aty për çështje konkrete, dhe i tha ejani që të ulemi të flasim, dhe në momentin që kuptoj që të gjithë ishin nën magjepsjen e algoritmit dhe të lajkeve, atëre detyra e kryeministrit është vazhdoj të qeverisi, sepse qeveris për gjithë Shqipërinë, qeveris për ata që janë në shesh, qeveris dhe për ata që nuk janë në shesh. Kështu që detyra kushtetuese e qytetarëve është që çdo ditë të kërkojnë, thonë, unë nuk e dua këtë kryeministër, ose unë dua një qeverisi më të mirë, ose unë dua që ky kryeministër të bëjë 1, 2, 3, 4. Pra kjo është detyra e qytetarit, ama në fund fare detyra e shtetit ligjor është që këto... Pra pyetja ime ju përgjigjit pak gjatë, por nuk keni menduar ndonjëherë për dorëheqjen sepse keni marrë mandatin e datës 11 maj dhe atë do të avioni. Ose keni në diskutim fare. Marim të diskutojmë se s'është pjesë e lojës. Orxha dhe Gjiniqi. Zoti Gogu, nuk e di në këtë pjesën me dyert të mbyllura që u bë takimi i fundit. Foli dhe ndonjë tjetër apo vetëm dëgjohet kryeministrin? Se një nga arsyet kryesore pse janë njerëz në shesh është se kanë një kryeminist që si dëgjon më. Nuk dëgjon më askënd, jo vetëm qytetarët. Dhe ne nuk kemi dëgjuar më njëri, vetëm ndonjë nga ish kolegët tuaj i cili ka dalë jashtë gardhit, njëri bën një status, njëri lëshon një mesazh me nënkuptim, jo duhet mësoj gjermanishten. Pra, a e kuptoni që ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme në këtë vend që nuk mund të anashkalohet vetëm algoritmi, sepse babai i algoritmit deri tani ka qenë kryeministri Rama. Ka qenë mbreti i algoritmit. E ka përpunuar kaq mirë dhe ka punuar kaq fort në rrjetet sociale dhe sëmos në moshat e reja, sa një nga faktorët që ai e dominonte jetën virtuale në këtë vend, ishte se ishte mbreti i algoritmit. Tani algoritmi ka dalë një usta tjetër aty dhe e kanë mësuar ata dhe po i përgjigjem algoritëm. Por gjithsesi pyetja ime është kjo. Një ngjarje e madhe po ndodh në vend, nuk mund ta anashkalohet. A ka një plan B, si mund të përgjigjeni? Unë kam dëgjuar që çorë një mesazh, shikoni se mund të ketë ndonjë lëvizje tektonike, se mund tentoni edhe të çoni vendin në zgjedhje parakoshme dhe në këtë situatë prap fitoni, se po se përkthyen në forcë politike ajo atje, në mandat politik s'ka kundërshtar. Po fituan Hoxha pastaj s'kemi problem. Kështu që juve në këtë moment, thash shumë interesant sepse edhe do ta mbyll këtu. Vëre një gjë, kur situata agravohet, kryeministri flet për socialistët dhe Partinë Socialiste. Kur fiton mandatin, flet për rilindat. Tani, pjesë e mirë atyre në shesh janë socialistë. Unë kam qenë aty për ditë. Një pjesë e mirë... Kanë dhe probleme, e kanë pyetje. Janë të pak naqër. Po. Kanë. Sipas meje. A shifni ju dhe një armik të brendshëm? Te pjesa e fillimit. Te pjesa e fillimit është kjo. Unë do ju them atë gjën që unë kam parë dhe kam dëshmuar. Ju keni gjithmonë të drejtën ta besoni apo jo. Sigurisht. Qeveria ka dëgjuar të gjithë drejtuesit e grupit parlamentar atë ditë dhe deputet të caktuar që kanë folur për problematika që shqetësojnë zgjedhësit e tyre, që kanë folur për problematika që shqetësojnë për sa i përket qeverisjes, që kanë folur për ato çështje të cilat ne i zhvillojmë në mbledhjet e zgjeruara. A u pyeti kryeministri këto zonave sidomos? Se kanë dalë njerëzit në Korçë, se kanë dalë njerëzit në Elbasan, se kanë dalë njerëzit në Shkodër. Në 4 orë. Se ky është problemi sot. 4 orë ka pasur debat dhe debat cilësor në grup. Kjo është ajo gjë që unë kam parë dëshmuar. Sa i përket algoritmit, jam dakord me juve. Patjetër që mundet ta përdorësh algoritm që të transmetosh
një emision të lirë. Mund ta përdorësh dhe për të ofruar një shërbim. Mund ta përdorësh dhe për të shpëtuar një jetë. Por mund ta përdorësh edhe për të shumëfishuar teza të caktuara, të cilat jo domosdoshmërisht janë teza që shqetësojnë, besoj unë, qytetarin e zakonshëm shqiptar. Teza që shqetëson qytetarin e zakonshëm shqiptar, besoj që ka të bëjë me ekonominë dhe ne duhet ta themi këtë gjë, që ekonomia... E dini që ka socialista atje? E di, po ja thjesht të them... Do ta bësh përgjigje socialiste, jo rilindat. Të them diçka. Absolutisht që Shqipëria nuk është interesante. Nuk është Shqipëria modeli i përsosur i një demokracie, nuk është Shqipëria modeli i përsosur i një ekonomie që të lë pa fjalë. Por, pa dyshim Shqipëria është e padallueshme nga ajo e 12 viteve më parë, dhe këtë ty ta thon shifrat që nuk i thot qeveria, i thot Fondi Monetar Ndërkombëtar me Bankën Botërore. Prodhimi i brendshëm bruto shqiptar është dyfishuar e gjysmë. Ka mërzitur njerëzit. Po njerëzit ta thanë pra verdikti i njerëzve është 11 maj. Si kanë gjithë vetëm algoritmi. Tani verdikt do ta pranojmë të gjë që verdikti i njerëzve është 11 maj. Algoritmi. Apo nuk e pranojmë këtë, ka ikur, ka ndryshuar. Greqia, ku diun, Sorosi. Po pranojmë që ke situatë. Unë mendoj që ndoshta ka ndryshuar. Ekonomia shqiptare tregon një rritje që nuk e ka pasur më përpara. Shteti ligjor shqiptar tregon një pasqyrë dhe ca institucione që nuk kanë qenë aty më përpara. A ka ndikuar pandëshkueshmëria dhe a ka ndikuar palikshmëria në pakënaqësitë të cilat janë ngritur te qytetarët? Pa diskutim po. Dhe prandaj unë thash që pengesat e integrimit Shqipëria po i kalon me sukses, sepse nëse ekonomia i ka çuar shqiptarët nëse një protestues me shumë të drejtë është aty dhe i përfshir emocionalisht, një burokrat europian në zyrën e tij e shikon shumë të ftohtë skedën e Shqipërisë dhe thot, e ka bërë këtë detyrën? A zbatohet vendimi i gjykatës në Shqipëri? Po, kaq përqind. A zgjasin proceset në Shqipëri? Po, kaq duhet shkurtuar. A ka çështje të mbartura? Dhe pasi bën gjithë këtë analizë, thot, po, Shqipëria i kalon piketat e ndërmjetëve me diferencë nga rajoni, por duhet të bëj 1, 2, 3, 4, 5 që të antarësohet brenda 27. Gjinish? Tani, lidhur me takimin e Ramës do të thoja që nuk ka ndonjë ndryshim me takimet e kaluara, madje një nga takimet si motre ka qenë ajo famshme në amfiteatrin e Tiranës, që ose kujtohet nga viti 2021 atëherë. Te teatri? Që ishim te amfiteatri e presidencës aty. Kur gjithë ishim me maska dhe nuk fliste njëri, fliste vetëm kryeministri. Zoti ministri me drejt thotë, ne diskutojmë brenda vetes. Ne kemi 13 vjet që nuk kemi parë ndonjëherë diskutim. Kjo është një parti komplet e mbyllur. Keni parë ndonjëherë në mbledhje kryesisë Partisë Socialiste? Gjitha mbyllur ka qenë fundit. Po. Ku i blushi. Ndërkohë që ky kryeministër edhe me premtimin që do jetë i hapur mbledhjet e qeverisë, jo më mbledhjet e partisë. E para. Pse bëri këtë? Sepse krijoi një realitet virtual. Algoritmi për cilin flet kryeministri i Shqipërisë është realiteti që krijoi vetë. Është i vetmi kryeminist në botë që ka podcast. Flet vetë me vetë e tij. Ndërkohë që shqiptarët kanë nevojë të flasin me kryeministrin e tyre. Deputetët kanë nevojë të flasin me kryeministrin. Gjithë shqiptarët kanë nevojë. Domethënë 1 milion shuplaka me të cilën ky njeri me të drejtë krenohej, u aktheu shqiptarëve në enjtje fytyre, në hematom. Me gënjeshtra, me arrogancë, me fyrje. Nuk kam për ta harruar atë shprehjen e kryeministit që vjen turp ta them, si mund t'i drejtohesh blogerëve ti, tek ankohesh për algoritmet, a thua dhe se problemi i Shqipërisë është se çfarë po shkruajnë blogerat, por nuk i lejohet një kryeministër, më zoti Rakepi, që thotë, këta janë pareli me shal. Nuk mund të flasi kështu një kryeministër. Ka degraduar. Domethënë, Edi Rama, për shkak të imazhit virtual, nga që u rrëzua kjo kala, sot është kthyer njeriu më të urryer në rrjetet sociale. Është më i urryeri. Dhe është në panik. Nuk është i qartë kur flet, nuk mund të flasë kryeministri. Domethënë, bësh një mbledhje dhe të flasësh për algoritma. Me drejtë, zoti ministër thotë që qeveria ka drejt, merr votat dhe qeverisë. Populli ka drejt bëj protesta. Po, nuk është kjo. Qeveria do ta ngjojë popullin që del protestë, qoftë një ditë pas zgjedhjeve. Sepse kjo është marrëdhënia. Dhe është pikërisht kjo arrogancë e kryeministrit
gjatë 13 viteve dhe nuk është një ditë, që e ka sjellë Shqipërinë në këtë. Dhe përballë kësaj ne kemi një përfaqësi parlamentare e cila është asfiksuar, nuk flet. Dëgjuat javën e parë foli kryeministri, tha ishin grupet e spionazhit. Gjithë ato 2-3 vetë që dolën nga qeveria ose nga Partia Socialiste vazhduan me grupe duke zbulu grupet e spionazhit. Tash i foli për algoritmin, gjithë flasin për algoritmin. O zotëri, problemi nuk është tu. T'ju jap 2-3 shifra, me qenë se po flasin për shifra, dhe nuk kanë ndodhur dje. Kjo është një pjesë e akumuluar e Shqipërisë. Shqipëria është e varfër dhe e vjedhur. Në Shqipëri 1 kilometër, po them vetëm për autostradën e Tumanës. 15 milion euro 1 kilometër. Nuk ndodh në asnjë vend botës, më thoni. Edhe 20. Edhe 20. Po e ka filluar më përpara rruga e Kombit, zoti Rakipi. Prandaj këto thonë janë kundër gjithë establishmentit. Ka shkuar mbi 10 milion euro 1 kilometër ke rruga e Kombit, që është bërë para 20 sa viteve. Është e gjithë tani. Do me thënë, nga ana tjetër, këto flasin gjithmonë Europa, shumë mirë. Po si të shkojmë në Europë, të varfër, të vjedhur, na kanë vjedhur ajrin, sepse ajri ka cilësi zero në Shqipëri, jemi nga kryqëtetet më të ndotura. Na kanë vjedhur qielli më. Është i vetmi vend botë që ne ngrejmë kokën nuk shohim qiell. Shohim pallatet, betonet. Na kanë vjedhur tokën. Na kanë vjedhur detin. Na kanë vjedhur jetën. Dhe kjo nuk ka ndodhur për hir të vërtetës, vetëm për shkak të rilindjes. Ka ndodhur gjatë 36 vjetë, por disa shifra duhet i themi zoti Rakipi. Si ka lëviz varfëria? Këtu flasim për rritje ekonomike, për shifra. Si ka rrit varfëria? Është shumë e thjeshtë. Hapnin statin. Në 2008 e kemi pas varfërinë 12%. Në 2012 14%, në 2022 19% dhe sot e kemi në 2023, se skandal të 2 vitet e fundit, 42% thot instati rrezik varfërie, se ndryshon metodologjinë dhe lu me shifra. Rrezik varfërie 42% të shqiptarëve. Këto janë historitë. Ndërkohë që imazhi virtual që ngriti zoti Rama gjatë tyre 13 vetëve, me 24 orë ujë që nuk i kemi, me 300.000 vende pune që ne nuk i kemi, me 4 aeroporte që ishte që premtimi i mandatit kaluar, ne nuk i kemi. Kemi vetëm miliardat e koncesioneve. Kemi investitor strategjik, njerëz që na dalin të kapur nga krimi ndërkombëtar, edhe në Zvërnec. Zoti Shehu është investitor strategjik, e dini apo jo? Se shpak e përmendim. 30 vjet që i ka marrë ato. Ato 40. Zotri, është në SPAK. Jo, sigurisht, nuk po të them. Më fal, në Shqipëri, fal. Vetëm nga ajo, zoti ministri di më mirë se mua, se është ministri i drejtësisë. Javën e kaluar, SPAK-u kapi 2 grupe, cilët kishin për 3 vjet kishin trafikuar 50 ton kokainë, që bën 7 miliard. Ku do shkojnë? 50 milion kishin edhe. Jo 7 miliard bën gjithë sasia e vërtetuar sa do më ngënçu. Pra historia është kjo. Çështja nuk është që qeveria ka drejt qeverisi se ka 83 mandate dhe populli ka drejt të dalë në protest, por qeveria duhet ta ketë në plan parë si të qeverisë. Dhe mënyra si ka qeverisë qeveria, me vjedhje e cilat e kanë çuar Shqipërinë në këtë lloj varfërie, mos merremi me koncesionet që janë me miliarda. Jemi okay. Kjo është arsyeja protestës dhe nuk është qasja e kësaj forme. Këto duhet flas. Kryeministri që s'ka bërë një herë një takim me gazetarët u burr. Kemi se 2 ditë protest. Nuk kaq problem është mbi dhe një herë gazetarët më duhet sa pyetje. Po, atëherë, për të shmangur debatin politik se një pjesë e tezave janë të shtruara politikisht dhe meritojnë një debat politik, por s'është ky roli im kryesor sot në pozicioni im kryesor. E para një që qeveria e dëgjon protestën duke ta politike kanë. Po do kthem, po. Qeveria dëgjon protestën duke e respektuar atë protestën, edhe duke e mbrojtur që në atë protest jo vetëm fëmijët të shohin prindrit e tyre, pra ndërsa luajnë, të shohin prindrit e tyre dhe të mësojnë si të protestojnë dhe të mos kenë frikë që ta hanë plumbin mballit. E para, kjo është mënyra se si qeveria dëgjon dhe respekton. Është meritë protestuesve, sepse ato ju dëgjova me vëmendje. Se ne kemi parë ju keni qenë në opozicië, keni shkuar me hunj dhe keni djegë institucione një lloj si Berisha. Merita e tyre është të protestojnë demokratikisht dhe paqësisht. Merita e shtetit është që ta ruajë atë dhe të bëjë ndryshe nga ç'bëjnë vendet tjera në rajon apo më larg. E para. E dyta, për sa i përket transparencës. Partia Socialiste pas çdo mbledhje, kryesie, grupi, gjithmonë ka një përfaqësues të saj që del dhe bën transparente vendimarrjen brenda saj. Nëse juve çmoni për hir të algoritmit se duhet ta kthejmë në Big Brother, në reality show që të fusim kamerat dhe ta shohim aty se si ngjan,
Kjo nuk ndodh as në sallat e Zoti gjykatave ministër, serioze. do ju lutem, ku reporterët, ja të lutem. Jo, algoritmi të lutem kaloj, se edhe unë mundohet ta kaloj. Të lutem, po s'mund të thuash mua tash përdorim algoritmin, ne s'kemi lidhje dhe që ta dish, unë jam nga njerëzit që urrej atë pjesë, nuk kam fare adresë për internet. As Facebook as gjë. Më lejo t'ja them zotit Nuk është kjo historia. dëgjoj me vëmendje. E dyta, për sa i përket pra transparencës, ajo ka qenë aty dhe po ja u them i njëjti standard që ndiqen në salla gjyqesh të vendeve me një gjyqësor 200-300 nga mbledhjet e qeverisë. Tani nëse ju keni marrë përsipër që të më ndërprimi. Ja, ta vazhdoj. Po flas e mbyll. Jo, po flas për qeverinë. Secili pastaj të mbajtë vetat se ti nuk do ndryshosh orën. Eksakt. E para ju tregova se si dëgjojmë protestuesit. Njerëzit dëgjojnë ty dhe ministrin. Eksakt. Duke garantuar të drejtën e protestës dhe duke respektuar shtetin ligjor. E dyta, transparencën duke dalë pas çdo mbledhje dhe duke informuar mbi vendimarrjen e asaj mbledhjeje në çfarëdo lloj forumi të Partisë Socialiste. E treta, juve përmendët 1 kilometër rrugë, shifër, unë ju përmenda pak më përpara raporte ndërkombëtare për sa i përket ekonomisë së Shqipërisë, për sa i përket mjedisit të Shqipërisë, po të doni ju, pra vetëm zonat e mbrojtura nga 21% kanë shkuar në 25%. Pra Vjosa nga një lum ku bënte kushdo çfarë të donte dhe kishte dhënë një lejë hidrocentrali, sot është një park natyror. Dhe kështu me radhë të gjitha Alpet edhe zonat pyjore dhe Shqipëria sot merr dhe kryeson dhe shoqatën europiane të pyjeve. Këto nuk ndodhin për propagandë, këto ndodhin sepse vendosin autoritetet për punën që ka bërë ky vend. Dhe e treta, nuk besojnë që vinë këtu turistët dhe janë shtuar nga 2 milion kur ne filluam qeverisim në 13, a ku diun sa ka shkuar tani 15 për ajrin e ndotur dhe për detin e vjedhur. Besoj që vinë pikërisht për atë det publik edhe për ato ambjente publike. Patjetër, ka shumë gjëra, nuk jam duke folur për sot. Jam duke folur që Shqipëria dhe një element e mbylla. Dhe një element. Po thuaj pas saj. Se më ikën mua. Të rregull. Ju po thoni tani që njerëzit nuk vinë kot këtu, nuk vinë sigurisht. Turistët. Dhe është një gjë shumë në këto shifra. Jo, shifrat janë zakonshme. Por vinë përgjithsisht ajo pjesë që edhe nuk ka shumë para. Eksakt. Dhe kjo është sfida. Dhe pjesa më madhe janë vizitorë. Unë isha në Bregdetin tonë dhe duhet të them me bindje absolute që nga kur zbret Llogaran, si quhet vendi poshtë Palas, deri në Sarandë, zoti ministër të çan Mushkonja. Shiko, unë kur vete për shembull për shkak të mundësisë që kam, shkoj në hotel e ri shumë të mirë. Shërbejnë dhe mirë gjitha, i bëjnë të gjitha, por s'kan faj ata. Pyeta pastaj kryetarin e bashkisë të Imarës. Ore të çan Mushkonja i them. 8 muaj ta i kanë bërë thirrje ministrisë dhe ata e bën tenderin kur Mushkonjën bomba atomike nuk e vret dot me. Me vodhën tender Mushkonja. Duhet vrarë në larvë. Natyrisht. Kryetari i bashkisë, 1 minutë. Dhe aty kishte pastaj këta që vinë të shkretët e huaj, dhe mirë shumë bëjnë që vinë, turistë shumë, që me furgonë kështu që flenë jashtë të gjithë, ndaj një byrek 3 veta, e të gjitha, pjesë të mos e, dhe pjesa tjetër janë këta shqiptarët e kamore të gjithë. Pikrish këto po themin e, që Shqipëria të mos jetë 10 njerëzve, po tjetë edhe atyre që dalën aty, që të kenë mundësi të marrin, unë dalë Gjiro Eci që shëtis në Liqeni, dhe gjej të rinj të cilët nuk kanë, zoti ministër, para për të marrë një shtëpi me qira. Dakor. Për të blerë jo, por ndërka pjesa dërmuese e shtëpive këtu janë bosh. Po nuk i ble dot, se ka shkuar dhe 5.000. Me ata jam unë, jo me sharlatanë, se aty dalin do dhe sharlatanë, po me ata. Në këtë plan e kam unë. Do me thënë të... Ndoshta në rast se tila duhet ullur koka dhe duhet thënë të vërteta. Kosto i jetesës, besoj që është një nga shqetësimet tona dhe është një nga sfidat e cilat duhet ndjekur në vazhdimsi, për shkak se nuk është vetëm problem shqiptar. Dhe një apartament nuk e blen dot as një i ri anglez në Londër, as nuk e blen një i ri gjerman në Berlin. Duhet ta themi dhe këtë gjën për të folur për realitetin. Po për ta mbaruar argumentin, unë isha duke thënë eksaktësisht këtë që nga sfida që e para njerë ta zbulojnë Shqipërinë, sepse Shqipëria është një realitet ndryshe nga çka qenë, për sa i përket rendit, për sa i përket sigurisë, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket kulturës, për sa i përket trashëgimisë kulturore, për sa i përket mjedisit, e të gjitha këto është ndryshe nga çka qenë.
dhe kjo gjë apo ndodh, po sfida patjetër është kjo që thoni ore, si do ta ngrem turizmin shqiptar në një ligë tjetër. Dhe unë nuk dua që sot ata ambientalistët të vënë në rreth se the që të vrasin mushkonjat, se me ambientalistët duhet shkuar deri në fund te historia e mbrojtjes së mjedisit edhe tek gjallësat. Se po hallin tim, se shiko. Kjo aty zotëminis nuk është kauza ime. Jo, në kuptimin. Unë nuk jam si këta. Unë jam tani në moshë dhe nuk është kauza ime, po një lagun do ketë edhe mushkonja, se kështu është biodiversiteti kështu është. Kështu që për ta mbyllur fare dhe në argumentin e jo, nuk do ta mbyllim se kemi tjera, po të futim në bisedë edhe doja të thosha vetëm gjë se e përmendë. Vetëm Pardje tha bashkëbiseduesi me shumë të drejtë tha Spaku tha dy grupe kriminale goditi. Pra, foli për një Shqipëri të re, po edhe paktin më përpara, edhe 20 të tjerë. Foli për një Shqipëri të re, që është arkitekte kjo Shubic, po që s'duam të flasim për shtetin për ndëshkueshmërinë, për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Po pa tjetër, sepse kjo është... Tani jo, sepse do më është pak mos. Po nemi kritik nga jush, kur Spaku kërkon Xhaçkën, ju Zoti ministri Gjinishi, ta futim në bisedë, se mos na mërzitni të... Jam i sigurt Zoti Gjoni do ta thot... Një minutë, ju e pa tani që ne kemi shënuar aty protesta Shqipëri e vjetër dhe Shqipëri e re. Unë, me këtë titull dhe stafi im, ka dashur të thotë që në këtë protest kanë ardhur Shqipëri e vjetër dhe Shqipëri e re. Është pak absurde, është dhe pak qesharake, Zoti Gjoni, që dhe Shqipëria e vjetër dhe Shqipëria e re janë bërë bashkë. Se Shqipëria e vjetër i ka bërë të gjitha gjërat tu. Dhe tani, për të zbritur më konkretisht, protestuesit bërtasin Ramanburg, Berishanburg. Ti e i rinë parlamentet gjitha, ke qenë në organet e drejtësisë, por Ramanburg, Berishanburg, kryetari Berisha ironikisht e mbështet me shumë fuqi protestën. Sot ka dalë një 3 ere pa shumë. Si ta kuptojmë këtë? Nëse mbështet protestën në burg jo, themi, ne, sa tani unë ndoshta është metafor kjo, po të paktën duhet të largohet. Se ata thresin, Ramanburg, Berishanburg, e pyesin te gazetarët jashtë, del për shembull, mbaron aty në parlament brenda, del aty te dera. Se ka më burgut prej moshës. Jo, është metafor kjo, po. Po dakord më dakord. Ata thonë, tani lloj, pra, janë të duket sikur do të, un po i them le ta mbroj Gjoni tani. Ti s'ke këtë detyrë, ore. Kemi detyrë tjetër ne. Gjoni. Unë do të lejoj Gjoni të rënë. Është thirrur për të mbrojtur doktorin. Gjoni në opozitë është, ne kemi hapur. Ore dakord. Gjoni s'ka gjym dorë. Pra, Zoti Rakipi. Pse duhet larguar tani? Lere i burg jo, si sa i fitoi zgjedhjet. Si e mendon ti tani? O, Ylli, sa i fitoi zgjedhjet më dhe Berisha. Nëse ministri tha në 11 maj. Le tani mos e bëjmë grotesk. Por mandatin sa i fitoi. Se ta thash ta bëra vretje si Ore, po ta bëra serioze si vretje. Po zoti Gjoni. Në radhë parë, unë duhet të flas për ato të cilët juve deri tani diskutuat dhe Jo, unë pyeta, se pyeta për Partinë Demokratike, asnjë gjekte. Ja, do dalë të lutem. Po jo, po pyet, ti do përgjigjesh, shiko. Shiko, zotëria është politikan, është ministër, por unë e pyeta për gjërat e partisë vet. Thanë këta s'të mundin për Ramën, tani po të pyesin për Partinë Demokratike. Po më përgjigjesh i dashur, unë të respektoj shumë, po më përgjigjesh më përgjigj. Nëse ti do flasësh, unë e di çfarë do thuash për zotin ministër, për Edi Ramën dhe për të gjitha. Do t'jap lejë dhe për atë. Mos e zhvillosh fare emisionin nëse e di. Se kuptova? Se ti s'flet shpjegohem. Nuk të kuptova. Në qoftë se ti i din përgjigjet e mia atëherë kot sa më thret. Po fillove me këta, pra, unë po të bëra pyetje konkrete. Jo, po. A mi e përgjigjen e pyetjes zotëri? Po aty duhet dalë, pra. Dil. Nuk po lejmë që të bisedoj, se jemi edhe në kushte pa barabarta. E para që nuk fton studio. E dyta që më lënë kohë të pa mjaftueshme për të dhënë përgjigje. Tani, e gjithë situata për cilën flasim sot dhe për cilën protesta, se ky është çështja për cilin, dhe pastaj do e lidhim me të vjetrën dhe me tren. Protesta nuk është për pasojë të një zvërnecie apo të një rjolli. Është për shkak të mënyrës së qeverisjes 13 vjeçare dhe kupa është mbushur në rastin konkret të zotit Rakipi, dhe secili prej jush aty në studio dhe
çdo qytetar që na ndjek e din që kupa është mbushur dhe nuk është shkaku vendimarrja në lidhje me Zvërnecin. Janë shumë faktorë të cilët e kanë quar që të ngrihet populli sot në protestë. Dhe faktorët janë nga më të ndryshëm. Dhe një nga çështjet kryesore është niveli i lartë i korrupsionit, bashkëpunimi me krimin e organizuar, pastrimi i parave, mungesa e transparencës, vjedhja e zgjedhjeve për të vjedhur shqiptarët. Dhe të gjitha këto në vetvete kanë bërë që ky popull të bashkojë të gjithë aktorët, si të majtë, si të djathtë, si me parti, si pa parti, si demokrat, si socialist, dhe të dalin në një konkluzion i cili sot është imediat, dorëheqja e Edi Ramës. Tani, problemi shtrohet që në protest ka dhe njerëz të cilët thonë Berisha Rama në burg, Berisha në burg. Dhe çështja është shumë e thjeshtë. Njerëzit të cilët sot janë në protest, edhe nga informacionet që kam, edhe për shkak të ish funksionit që kam, rezulton që janë njerëz të paguar. Sepse unë kam informacione që disa kryetarë bashkisë sjellin me autobusa, sjellin me furgona, njerëz të cilët të bëjnë pjesë proteste për cilën ata kanë dalë. Padyshim që Partia Demokratike ka fajet e veta në gjithë të problematikë që ka. Por është Partia Demokratike e cila ka denoncuar hap pas hapi të gjitha problematika që sot i kanë përqafuar njerëzit të cilët janë në protestë. Që nga zonat e mbrojtura, që nga privatizimet, që nga PPP-t, që nga koncesionet, që nga shtetësia, që nga arsimi, që nga shpopulimi, të gjitha këto, të cilët po t'i shohësh me pankartat të cilët kanë dalë ato protestues, janë të gjitha të manifestuara dhe mënyra se si ato i trajtojnë në raport me qeverisjen. Partia Demokratike ka 13 vjet që nuk qeveris. Dhe padyshim, ata janë në protestë edhe për shkak të gabimeve të Partisë Demokratike. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Pra janë në protestë, toni ju, edhe për shkak të gabimeve të Partisë Demokratike dhe ata bërtasin kundër të gjithë establishmentit politik që është Shqipëria, që e quajnë ata Shqipëria e vjetër. Unë, si gazetar, ta them dhe ty, për të bërë dallimin në pozicionin e gazetarit, kjo nuk është kauza ime në moshën që kam e të gjitha, po unë jam në punën time, përpiqem ta bëj atë sa më mirë të mundem. A e bëj dot, njerëzit e gjykojnë. Por kjo nuk është një kauza ime, është kauza e të rinjve, e gjeneratës Z, edhe ndoshta 1-2 gjenerata më lartë. Dhe unë i mbështet ata në të gjitha hallet dhe problemet që kanë. I thash zotit ministër që aty ka probleme serioze. Nuk paguajnë dot një qira shtëpie, jo për ta blenë, e tjera. Pra, thelbi i asaj që unë po të pyes i dashur Gjoni është ju keni biseduar aty, si që pyeta dhe zotin minister, a kanë biseduar për dorëheqjen? Jo, tha, prerazi, nuk ka dorëheqje. Në 11 ne kemi fituar, 11 maj, dhe nuk ka. A keni biseduar ju me leadershipi? Leadershipi i ka shku në një mendje që ore po thonë në burg këta e të gjithë. Sikur ti ky doktori. Ti jep të shembullin i pari duke larguar dhe mbeti vetëm Edi Rama aty dhe merrin Edi Ramën ata ikin edhe zvarr dhe Ramën e të gjithë. Ju si e keni këtë gjë tani? Doktori këtu keni menduar, jeni ulur, nuk varet nga ty kjo ore. Unë jo vetëm nga ty. Ti je një person që unë kam thirrur. Kaq. Por a keni biseduar për këtë problem? Këta nuk kanë biseduar fare. E dëgjoj vetë. Çështja e parë madhore në momentin aktual është largimi i Edi Ramës. Dhe kjo është kërkesa parsorë dhe po të shohësh të kërkesat të cilët grupi i cili udhëheq protestën dhe kanë dalë me kërkesa politike, nuk kërkojnë largimin e opozitës. Ata kërkojnë ndryshimin dhe largimin e qeverisë e cila është një kosto e rënduar për gjithë popullatën shqiptare. E dyta, që është shumë e rëndësishme, në rast se për zotin Berisha është bërë një hetim dhe një vetting 13 ose 35 vjeçar. Me gjitha të thënat dhe të pathënat në raport me Sali Berishën për mënyrën se si ka drejtuar dhe qeverisur për një periudhë kohore 13 vjeçare. Në rastin tjetër, nuk kemi dhe nuk guxojnë
as për ta thirrë përfaqësuesit e SPAK-ut, një njeri I cili, sipas informacioneve të cilët ndodhen në dosje, dhe janë bërë publike vetëm një njëmita atyre dosjeve, rezulton që është ideatori I çdo mekanizmi dhe lidhje korruptive dhe lidhje me krimin që sot populli është ngritur. Dhe ky është Edi Rama. Dhe po të Tani ju, personalisht. Kam informacione nga brenda edhe për shkak të ish funksionit, që dosjet të cilët janë në Tëngolin, dosjet të cilët kanë bëjnë me koncensionet, dosjet të cilët kanë bëjnë me krimin organizuar, me pastrimin e parave, ka një ideator. A ka fuqi sot SPAK-u për të shkuar te Edi Rama dhe të personi I cili ka krijuar këtë gjendje? Deri në momentin aktual nuk ka shkuar. Se çdo ndodh më vonë, le të shohim të gjithë. Tani njerëzit... Në rastin e Zotit Berisha, në rastin e Zotit Berisha, për shkak të një vendimarrje, të një gjykate, ka bërë 333 ditë burg. Se ajo arresti I shtëpisë, pavarësisht se ne si opozitar e konsiderojmë si një vendimarrje pa drejtë dhe një burg pa drejtë. Edhe për shkak të mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet. Siç është edhe çështja e 9 gradës, të cilët pas 5 vjetëve u arrit që të zhbëj për shkak të një vendimarrje e cila ishte një vendimarrje jo e mbështetur në fakte dhe në prova. Ata që... Njëjta gjë është edhe me rastin konkret. Zoti Gjoni. Berisha në një moshë 80 vjeçare arriti që të qëndrojë në kushtet e izolimit dhe të jetë në momentin më decisiv të zhvillimit të një epoke politike, siç ishte fushata elektorale, të ishte izoluar për pjesë më të madhe të kësaj kohe. Kështu që nuk ka krahasim me të pakrahasueshme në rastin konkret. Nuk ka krahasim mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Okej. Ndërkohë, ju ç'mendoni tani sepse protestuesit aty gjeneratat e reja thonë duam një Shqipëri të re. Përpara se të pyes Berishën, ju vetë për shembull e ndjeni veten si pjesë një Shqipërie të re që do vijë apo jo? Se kjo po ndodhet edhe në një pjesë të mirë socialistësh nga brenda. Elisa Spiropali thotë tani do Shqipëria. Ju e ndjeni veten pjesë tani që do vijë si një Shqipëri e re. Pavarësisht se jam në moshë pothuajse me pjesë më të madhe të atyre që janë në studio, unë politik kam hyrë ristazi dhe është mandati im. Nuk kam ardhur për shkak të... Jo, nuk të pyeta me në qëllim, jo. Të pyeta a ndjen veten në zotëri. Unë nuk jam fare politik, po nuk e ndjej veten në këtë kaos, e kupton? Se s'kam qjap. Unë e ndjej veten, po ta them unë. Ti e ndjen, dakor. Ka që është pyetja. Kam qenë pjesëmarrës në këtë kaos çdo ditë. Të mos e paraqikoj mund të bëra një pyetje. Ju e ndjeni. Jo, edhe unë po ta them. Pjesë të Shqipërisë së re që do vi. Okej. Që nga dita. Po doktori thoni ju, mund ta ndjej Shqipërinë e re. Kjo është pyetja. Po dalte pyetja e rëndësishme tani. Zoti Gjoni, pyetja juaj ishte shumë e shkurt, fare shkurt, se ju tani juristas politike gjithë ndjeni vetëm për Shqipërinë e re. Dakor. Po doktori tani si e mendon ti? Mund të bëhet dhe I pjesë e Shqipërisë re? Ka vend për doktorin tua? Shqipëri e re? Tani... Që ka dita parë, doktori e kam mbështet protestën, dhe Partia Demokratike po e mbështet protestën në gjithë qëndrimet e saj. E kam mbështetur, e mbështet dhe do ta mbështet. Sepse të gjitha projekcionet të cilët sot ka protesta, janë projekcione që Partia Demokratike ka thënë gjatë gjithë periudhës të opozitarizmit. Pra, doktori, ndjetë si pjesë do tjetë në Shqipërinë e re. Zoti, Zoti Gogu vazhdon ti tani dhe pastaj analist. Unë doja thjesht prisja që për shkak të detyrës që Zoti Gjoni ka kryer, detyrës nderuar, do t'i përgjigjej pyetjes, unë e kuptova kështu pyetjen tuaj që ore ky establishmenti I vjetër si largohet. Se kjo ishte pyetja juaj, që ore... Kjo ka filluar Shqipëria e re me establishmentin e vjetër, ku pjesë e establishmentit vjetër është edhe Toni Gogu, këtu si pas protestues. Unë besoj që kemi dy shtresa aty që ne duhet I ndajmë. Për sa I përket qeverisë, politikës, opozitës, vendos vota. Vendos vota. Brenda forumeve dhe vota në kutin e votimit. Që do të thotë, klasa politike ndryshohet me vot. Nuk e thot Toni dhe nuk e thot kushtetuta shqiptare, e thot çdo parimi I çdo demokracie liberale. Kështu
funksionon për ndryshimin e klasës politike. Për ndryshimin e institucioneve, funksionon me ligj. Duhet bërë ligj të ndryshosh një institucion. Dhe Zoti Gjoni e përmendi që ne e bëm një ligj dhe ndryshuam shumë institucione në fushën e drejtësisë, ku SPAK-u është një nga ato. Dhe sa për bised, nuk ka hezituar të trokasi në derën e asnjë socialisti, pavarësisht se nuk i kanë dëgjuar socialistët që të bërtasin kundër SPAK-ut në darkë apo në mëngjes në varësi të hënës. Pra, kjo është Shqipëria e re. Shqipëria e cila po vjen nën sundimin e ligjit dhe pikërisht nën sundimin e ligjit duhet të zgjidhë këtë dilemën që ju me të drejtë thatë, ore, si rritemi ekonomikisht? Që ekonomia shqiptare të mund të afordoj edhe bursën, edhe kredin e but për çiftin e ri, edhe punën, sepse sot ne jemi në një inflacion historik që kemi qenë ndonjëherë të ulët, pra 2.2%. Jemi në një rritje ekonomike më të lartën që kemi në rajon. Jemi në punësimin, niveli më të lartë punësimit 70%. Jemi në papunësinë më të ulët që është nën 10%. Pra, të gjitha shifrat e ekonomisë shqiptare janë shifra që ne nuk i kemi parë ndonjëherë. Si mundet të bëjmë ne këtë kosto jetese të përballueshme që të mundet të blihet dhe një shtëpi? Që të ndodhi kjo gjë, shteti ligjor duhet siguroj që luftohet krimi i organizuar, korrupsioni, në mënyrë që të jetë e sigurt edhe për investitorin i cili të vijë dhe të vazhdoj punën. Dhe kjo është sfida, si zhvillohemi ekonomikisht dhe si mundet që të ruajmë shtetin ligjor dhe të mbrojmë këtë vend që ne kemi. Nëse dëm lesh... Ja, një sekundë, ose filloj ti. Tani, a mund të ndërhy pak, ju lutem? Po, në trajt replike, pastaj si në parlament, do kemi probleme. Jo, në trajt probleme replike, kohë. dhe një përgjigje... Ju thatë popullata gjykon, ju thatë, ministri tha, dhe popullata gjykon. Unë them gazetar, më shumë me ju. Të replikojnë me ju. Ju hodhët aty ju hodhët që, po më shkruajnë shumë njerëz, ideni që ju thoni që që ditën e parë është hedhur ideja që është paguar kjo ideja që Sali Berisha, Ramanburg, Berishanburg. Kanë ardhur ato njerëz nga rrethet e kështu të porositur thoni ju, dhe kjo është e paguar. Po si shpjegohet tani, le të ndryjnë dhe të ftuarit e mi të tjerë. Kjo është thënë që ditën e parë janë paguar këta që thonë Ramanburg, Berishanburg. Po sepse aty ke edhe socialist, ke edhe njerëz të cilët i përkasin në Rion Velis. Janë njerëz të cilët normalisht që dalin me ato pelikanet që janë edhe fondacione tjera të cilët sot i sponsorizojmë. Por të shndrojmë taj për të cilën unë doja të replikoj me zotin Gogu. Problemi është që po të referosh të gjitha të dhënave, dhe të dhënat nuk janë vetëm ato që paraqesin qeveria, po në rastin konkret, edhe sipas asaj që profesor Gjimnishti arriti që të sqarojë në lidhje me nivelin e varfërisë, rezulton që niveli i varfërisë është në nivelet të cilët ka shkuar rreth 42%. Por në aspektin tjetër, po të referosh të gjithë deklarimeve të Departamentit të Shtetit, të Bashkimit Evropian, çështja e kapitullit të 21 dhe çështja, 23 dhe 24 janë çështjet më thelbësore që kanë të bëjnë në lidhje me demokracinë, në lidhje me nivelin e korrupsionit, në lidhje me krimin organizuar, dhe rastet e fundit tregojnë lidhjen që pushtetarët e sotëm edhe në rastin e Zvërnicit. A mundet juve të na shpjegoj se si ka që Dhëndri dhe vajza e Donald Trump të ketë sigurim të financimit apo të pronave njerëz të cilët sot janë në hetimin e statut. E ka shpjeguar doktoria dhe gjinë, po se ke dëgjuar me vëmendje. Të lutem, Toni. Ka një simbiozë shumë të madhe dhe me të drejtë në një artikull të Lutfit Dervishit kishte shpjeguar mënyrën dhe mekanizmin se si ka evoluar Shqipëria sot dhe cila është mekanizmi. Politikanët kërkojnë që të bëhen biznesmen, biznesmenët kërkojnë që përveç biznesit të bëhen politikan, dhe kriminalët kërkojnë që t'i bëjnë të dyja. Dhe sot kemi arritur që kriminalët kërkojnë edhe të jenë politikan, por jenë edhe biznesmen, por edhe të luajnë rolin e tyre si kriminal në pastrimin e parave dhe në trafikimin e drogës. Dhe
mënyra se si një pjesë e madhe dhe me kalimin e kohës juve do të kuptoni edhe shumë dosje të tjera se si këta kriminal kanë depërtuar në gjithë strukturën e shtetit duke marrë leje dhe duke kaluar investitor strategjik. Kjo është e papranueshme. Dhe ju patë kryeministrin Zoti Gjin, unë nuk do ta lejoj. Zoti Gjoni, unë nuk do ta lejoj ministrin të hyjë në replikë, jo se më mbaron emisioni. Unë kam një natyrë tjetër, Nuk ishte as protest, nuk ishte as një skandal, nuk ishte as edhe një mënyrë të reagimit, por të vijojmë me gazetarët, të lutem. Ministrin nuk do ta lejoj të vijoj me këtë replikën, zakonisht në emisionet të tjera kjo bëhet shumë. Edhe për vjuse Zoti Gjoni, po unë nuk e ndjek nuk e kam në parim. Zotin Ministri i thash të mos ndryj me që të mos mbeten ju të dy dhe unë të nxjerr jashtë këta tre. Atere, të nderuar, bashkë me atë pyetjen që bëra unë që prap mi ike pak. Që ditën e parë është thirrur Ramanburg, Berishanburg. Ju thoni është paguar, që ditën e parë është paguar, s'mora përgjigje. Megjithatë të ndryjnë analistë. Prezenca e Qorrit aty, prezenca e Qorrit, padyshim që Qorri nuk është pro Berishës, dhe njësi si një nga organizatorët e... Thua e ka bërqori ti? Po shehe. Po a i nuk paguan? Edhe sheha i do të ketë paguar, thua? Që ka qenë për dë? Ndoshta. Po, është opozita. Shehe ju e dini një nga shkaqet për cilën është largu shehe. Pa i ka të drejtë të jetë të bëj që doj, edhe Qori dhe shehe. Absolutisht. Po ju, mos meni përsipër që opozita e vetme e vendit jeni ju. Që Ramanburg, mos meni shumë gjëra përsipër tani. Nuk ndalon mu që unë shkojnë protest. Gjinish? Çështja është kështu që Ramanburg dhe Berishanburg është simbolik, sepse protesta nuk të prangat as Ramës, as Berishës. Është refuzim i 36 vjetë politik Shqipëri. Dhe në qoftë se do marrim kush ka bërë më shumë dhe kush bëhet me regjia e mban Zotin Gjoni, nuk e largon, bashkë me gazetarin Përkatës. Punoni në këtë frymë, e kupton? Që të mos ju them përsëri unë. Zoti Arkipi, në qoftë se pastaj bëjmë analizën kush më shumë e kush më pak, kjo është çështje tjetër. Por në Shqipëri asnjëherë gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Asnjëherë shteti nuk ka qenë ligjor 100%. Edhe sot e kësaj dite ne i bëjmë të diskutime. A kanë bërë gjërat mira këto dy parti gjatë 36 vjetëve? Po, kanë bërë. Edhe këto që janë tani dhe ato që ishin. Sigurisht. Edhe partia e Zotit Gjoni. Problemi, ne po flasim në përgjithësi çfarë është bërë më këtë vend. Pse jemi në këtë situatë? Do me thënë, një nga arsyet, pse ne kemi, unë e vlerësoj shumë Zotin Gjoni, sepse është nga të vetmit njerëz, megjithëse është mandatin e parë, i cili del dhe është i vetmi që thot po Partia Demokratike ka gabime, se nuk e thot asnjë tjetër ka Partia Demokratike atë. Absolutisht asnjë. Por ama, në qoftë se Edi Rama bëri moratorium, për shembull, po sjell një rast, për shpendët, në kohën e Partisë Demokratike u bë masakër, edhe me lagunat dhe me shpendët. Në qoftë se flasim sot, por oligark që janë të lidhur me pushtetin dhe kanë kapur pushtetin, pushteti është kapur nga krimi, sigurisht kohën e Partisë Demokratike nuk ishte kap pushtetin nga krimi në këto nivele, po oligarkët në atë kohë lindën. Në qoftë se flasim sot për betonizimin e Shqipërisë, për lejet e kullave dhe rakaqeve që merren në Shqipëri, ne të gjithë e dim që ato janë njerëz edhe të PD-s, edhe kryeministit Rama. Pra, ajo që dua të them, ose koncesionet, janë të dyja parë, ajo që duhet të them është kjo, është kundër leadershipit. Në qoftë se kjo parti, në qoftë se opozita do ishte e fortë, nuk do kishim qytetarë sot në rrugë, këto 22. Dhe nuk do kishte qenë Edi Rama me gjithë dhe gjithë rilindja, me gjithë parregullsi, me gjithë abuzim kaq të madh, me gjithë të vjedhje në pushtet 13 vite. Pra është pamundësia e Partisë Demokratike dhe është mirë shumë që Partia Demokratike vjen në debatin publik, po është mirë të merret me veten e saj, se kjo është detyra kryesore. Detyra kryesore e opozitës është të bëjë rotacionin. Tani, për sa i përket edhe një fjalë asaj që tha zoti Gogu, ekonomia po rritet. Zoti Gogu, kemi shifra kontradiktore. Nuk mund t'i marrim. Jo, pastaj do vazhdojmë se. Po ta futim zotin Gogu, po jo. Jo sepse Moody's, siç vazhduam. Jo, pse tha Moody's, i hapi statin, po nuk ke të vazhdojnë dy kolegët. Standardën punës, statin po deshe. Po ja thuaj pra, kishe kohë, ja thuaj prap pasi të mbarojmë. Jemi me zotin Gjoni. Po pres përgjigjen, s'po bëj. Zoti Gjoni, po ti futen në bisedë tani. Ti futen Gogun në bisedë tani. Po s'ka lidhje. Ne vazhdojmë. Unë nuk do flasë më, vetëm në jo ti do flasë zotri, po unë e ndava në këtë mënyrë, mbaruat ju, filloj zotria. Me zotrin tani vazhdo. Po ashtu pyet edhe një tjetër nga këta këtu që mbajnë kamerën dhe ikin emisioni për leshtë. A mund të jap një përgjigje zotit gjimnishti? Po patjetër. Patjetër.
E para që Partia Demokratike ka 13 vjeç në qeverisja. Dhe në rast se ne do themi sot për të njëjtat gabime për cilën la pushtetin, kjo nuk është e drejtë, profesor. E dyta, ju e dini shumë mirë dhe merrni dhe shikoni të shkruarën e Partisë Demokratike dhe në planin rregullues të Tiranës, të gjitha ndërtimet kanë qenë ndërtime deri në 8 kate. Dhe Partia Demokratike nuk ka lejuar gjatë asaj periudhe të qeverisës që ketë ndërtime dhe gradacela të kësaj natyre, të cilët janë pastrimi i mirëfillt parash. Dhe zoti Hoxha dhe zoti Abilekaj janë në dieni të mënyrës se si funksionojnë gjërat në lidhje me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave në Shqipëri. Zoti Gjoni, megjithatë rruga e Kombit është po aq e korruptuar sa dhe rruga Thoman. Ndoshta po të shkojmë në kursin e dollarit në atë kohë, ndoshta del më shtrenjtë rruga e Kombit që është bërë kohën e këtyre. Dakor? Më fal, 1 milion euro ka kushtuar e gjithë rruga e Kombit. 1 miliard. 1.2. Po ishe planifikuar 800. Ishe planifikuar 800 dhe shtuan 400 rrugës. Ja, të lutem. Në qoftë se rruga e Kombit, ju e dini, për shkak të terrenit, për shkak të tuneleve, për shkak të skarpatave të rrugës dhe për shkak Po flet për pjesën fushore gjenishi i dashur Gjoni. Jo, pjesa fushore nuk mund të kushtoj. Po tuneli sigurisht që ka bërë shumë para. Jo. S'ka dyshim, mos hym te ajo, mos hym se e di. Ajo është një rrugë që nuk është përcaktuar kosto. Këto punohet dhe shto kosto, nuk bëhet projekti ashtu. Edhe sot e kësaj dite nuk është përfunduar. Abileka dhe Hoxha pastaj. Po. Jemi okay. Abileka dhe pastaj Hoxha. Po. Problemi është që u thanë shumë gjëra dhe nuk e di më çfarë të flasim më shumë, po mendoj që të kthehemi te protesta mos flasim për gjithësi. Dhe mesazhet e protestës, mendoj kështu që mesazhet e protestës lexojnë që këta janë njerëz të përjashtuar nga sistemi, jo vetëm nga kjo qeverisi. Pra, pse besojnë ata që Rama dhe Berisha janë bashkë dhe duhet funden dy në burg? Sepse ata besojnë, bashkojnë të kanë vënë re, sipas tyre, që ky sistem është ndërtuar me kontributin e të dyve, jo me kontributin vetëm të Ramës, as vetëm të Berishës. Dhe Berisha pavarësisht se është në opozitë sot, është kontributor në ndërtimin e këtij sistemi. Pavarësisht se është në opozitë sot, është njeriu që ka heshtur përpara atyre oligarkëve që janë sot identifikuesit e këtij sistemi. Para atyre biznesmenëve të cilët e kanë marrë bregdetin shqiptar në përduar dhe trajtojnë si pronë private. Që kanë marrë pronën publike dhe trajtojnë si pronë private. Dhe ky është problemi i dallimi i protestës dhe dallimi me të dyja partitë. Nuk ka lidhje aty u fut Talin Qori, i shtyu apo u fut Agronshej. Protesta është sot një bilanc i 35 viteve. Dhe këta thonë që në këtë bilanc 36 vjeçar, që kanë në 35 po themi. Dhe asnjëra forcë as majtas, as djathtas duan ta lexojnë. Ta dy njerëz personifikojnë ndërtimin e sistemit gabuar që ka përjashtuar shqiptar, që ka çuar jashtë, që ka varfëruar, që vërtet rritja ekonomike mund të jetë aq, por kur varfëria është në kufirin e varfërisë jeton 42% e shqiptarëve tregojnë që shpërndarja ekonomike është e padrejtë. Shpërndarja e pasurisë. Qartë. Dhe kjo padrejtësi ka çuar atje. Që nuk blen do shtëpi, që nuk marrin dot shtëpi me qira, që punët e tyre mezi mjaftojnë për të mbajtur bukën e shtëpinë me bukë. Dhe ata janë të gjithë profesionistë të lirë dhe të pavarur. Nuk punojnë as në shtet, dhe punojnë për punë shumë mire private. Dhe ky mesazh duhet lexuar. Dhe të thuash pastaj kur ke moshën 29-35 vjeç në rrugë kundër teje, të mendosh që pa votën nuk mund të iki, është naivitet mbi të gjitha. Si mund të iki një kryeminist në këtë? Këta janë ata që do votojnë dhe do vendosin fatin e zgjedhjeve në 5 zgjedhje të ardhshme të paktën. Në 20 zgjedhje të ardhshme do vendosin kjo moshë, ky brez. Në qoftë ti ke këtë brez kundër, ti nuk ke shans të mbjetosh politikisht. Mund mbjetosh me metoda si ato që akuzojmë ne ririndjen. Për zgjedhjet, me ato mund mbjetohet, duke përdorur krimin organizuar, duke bler votat, duke intimiduar votuesit, por nuk mund mbjetosh në qoftë se ke njerëz të lirë kundra në këtë brez. Kështu që mesazhi është i qartë. Sa më shpejt iki, aq më pak do të jetë kostoja për Partinë Socialiste. Dhe sigurisht Partia Demokratike që humbi trenin, jo vetëm trenin e protestës, po trenin e protestës paktën sepse dori kundër në fillim, për arsyet për interesat e veta, nuk mund ta marr tani që treni ka marrë shpejtësi të madhe, nuk mund ta kap më. Se është shtyp treni. Do dal nga 3 herë Berisha aty. Shtyp treni. Ai tren tani ka marrë para të gjithë. Dhe asnjëri nga dy forcat kryesore politike nuk do ta lexojë këtë mesazh.
Ata janë 35 vjetë kundër një sistemi të ndërtuar nga juve, nga të dyja palët. Borgja? Tani, e vërteta është që oligarkët sot janë pjesë e qeverisjes dhe më thoni një oligark i cili është i lidhur me opozitën. Dhe këtë unë nuk mund ta pranoj sepse edhe për shkak të qenies time gjyqtar, Mos merr përsipër gjëra që si ke bërë ti. Jo, po them unë sot. Po nuk i ke bërë ti. Edhe di edhe nuk i kam sot. bërë unë. Po me që nuk i ke bërë dhe di edhe sot. Se i merr përsipër. Jo, unë them se sot nuk ke oligark i cili është i lidhur me opozitën. Doshta mund ta shikosh të gjë. Nuk merr përsipër gjëra. Mos merr përsipër gjëra që nuk i ke bërë. Ja, Hoxha. Unë i di. Ja, një minutë. Po dhe unë i di se tani unë kam këtu jam. Zoti Abilekaj. Po tani zoti Edhe Abilekaj dhe Hoxha dhe unë dhe zotria, gjinishi këtu kemi qenë dhe i dim. Po na the tani që ne nuk i dim dhe i di ti, do të shtypaj treni që thot ky kot, se do t'i dash dhe ti trenit kot. Unë dhe flas për pjesën time dhe për atë që di unë. Tani ti më the mua që më the mua një gjë shumë të çuditshme, cilën unë tani jam sot nuk do më zërgjumi të rënatën, do habitem, do mbetem i habitur kur the që doktori përket kësaj pjesës Shqipërisë re. Tani, këtë do me thënë, në mënyrë hajde deri te ty fillova ta pranoj. Kur më the këtë, në mënyrë metaforike ka. Si metaforë pranoj të të e konsideroni për shkak të moshës, por për shkak të qëndrimeve, a ishte i ri gjithë jetën. Dakord. Dakord. Hoxha. Ata të cilët sot ngresin. Hoxha. Okej. Okej, më. Ore që kemi djuar në këtë botë. Edhe një fjali dhe më bërtit sa dush për do të them. Sa të mbaroj zoti Gjoni. Thuaj fjalin. Se përpres radhën për riurtë. Doktori e mori kthesën 3 ditë pasi pa të filluar protesta. Ditët e para i doli kundër dhe ja dhan lulet ballit. Ata, po. Ta themi këtë pjesë. Po mirë mos erdhi lajmi nga Amerika. Po mirë rregull. Erdhi lajmi se do të ishte korrekt. Smangim hapa. Hoxha. Një minutë dhe mblidhi të gjitha bashkë se mbrapa. Jo, s'keme pastaj. Ajo Kete dy pyetje në funde, se nuk do flem këtu. Po presin të tjerë. Gjoni që do më përmendi rastin e oligarkëve, tha cilët janë oligarkët ta. Në fakt në këtë vend, oligarkët, megjithëse unë jam me parim që oligark s'ka këtu, po qeverit ndryshojnë, oligarkët janë të pandryshueshëm. Pra ata nuk kanë ngjyrë, nuk kanë as bindje. Prandaj janë aty të palëvizshëm. Po të filloj ti numëroj, të njëjtët janë, nuk dinë një që është ndryshuar. S'ka asnjë të ri. Se dhe sikur duash të shkruajnë edhe sikur të duash të uresh Edi Ramën, këta nuk të lënë, thos. Më shkruan njeritën. Nuk të lënë të uresh Edi Ramën. Me këtë që thonë, kanë 35 vjetë në pushtet. Thonë, se 35 vjetë në pushtet qëtë kjo. Po të ndash tani Gradacela, për shembull, zoti Gjoni, që nuk i ke ti, kjo qenë në pushtet quhet. Po nejse, më shkruan njerëzit tonë, disa njerëz tonë, nuk të lënë të auresh. Duan të aurej me Edi Ramën dhe nuk të lënë. Nëse ka në Gradacel, që përket Partisë Demokratike mund të deklarosh. Po jo partisë vetëm si forcë politike, se s'ka jo partisë, më zotëri, jo. Edhe ata nuk i kanë emër partisë ato. Hoxha, Tani, nëse deri në këtë moment që ka shkuar goxha, janë 3 javë, kemi hyrë te java e 4. Nuk është kuptuar që mesazhi i asaj proteste, që ajo protest është ai elektorati gri që i mungon opozitës për të përmbysur majorancën. Deri tani ky ka qenë elektorati gri. Kjo mungonte. Po të kishit dhe këta me vete, e kishit rrëzuar se kishit lënë 4 mandate Edi Rama. Por këta mungonin sepse diçka nuk shkonte aty. Vim te pjesa tjetër. Këta njerëz që kanë dalë sot dhe nuk janë pak, por që të qëndrosh 22 ditë me radhë, me atë lloj pjesëmarrje, ne i dim se si ka bërë protestat Partia Demokratike, ka rezistuar në ditën më të këqija, ka rezistuar. Por sot jemi para një faktori të ri, një faktori i cili po defaktorizon edhe majorancën, edhe opozitën. Ka hyrë një operator i tretë në qarkullim. Kështu duhet të lexoni. Ju çfarë do të bëni? Do ta lini që ky faktor i tretë të fuqizohet dhe të marrë përpara dhe juve bashkë me pushtetin, apo ju do të bëni aleat të tij, të rrëzoni një herë Ramën dhe pastaj të ndani pushtetin. Në këto momente, ato qytetarë që shofun atje, një pjesë e mirë janë demokratë,
elektorati juaj 60% të zote Hoxha, nuk 60% janë hyte demokratë. përqindje, 60% si s'kishin por dalë një aty. pjesë janë tuaj. Si s'kishin Dhe dalë. fakti që ata dalin aty, do të thotë që ata i bashkohen kësaj kauze. Fakti që socialistët vinë aty, do të thotë që socialistët janë pak kënaqur. Dhe fakti që aty është stresa e mesme këtij vendi, ajo që ka mbetur. Tha zoti ministër pak. Kjo e treta është me vërtetë, Një minutë. stresa e mesme. Tha zoti ministër pak më parë që nuk priten më pyet, po nuk priten pyet se s'ka kusht i pres. Nuk është se kemi vënë rojë dhe përojnë pyet, po kemi larguar të gjithë banorët e zonave rurale nga pyet, s'ka kusht i pret më aty. S'ka më njerëz për si pyet. Pra, ky është fakti. Dhe të gjithë ata që kanë ikur që prisnin pyet, e emigrantë, e futin gjitha bashkë, janë aty tek bulevardi dëshmorët e kombit, që ai ka dhe emrin shumë simbolik, dhe ata njerëz aty sot po ja u bëjnë të qartë, apo ja u tregojnë. Oro ka hyrë elefantin në dhomë, çap masash do meni, nuk mund t'i ignoroni më se keni për deri dje. Nëse doni që të mbeteni në lojë dhe që të vini në pushtet. Gjithmonë për këtë flas. E para që partia Ja, vetëm një sekondë, që ta kthesh përgjigjen bashkarisht se ti mos bësh dy përgjigje. Okej. Lutem. Që Shqipëria e 2026-ës nuk ka lidhje me atë 2011-ës, dëshmia më e mirë është ajo protest. Kush? Ajo protest. Kjo Protesta me 20 janarin, zot. që 26-ta sot, ku Pasymi, okej. ja një sekondë se dua të them disa gjë. Pra, kjo është e para, ku shteti me pjekurinë e një shteti demokratik jo i sulmon, po i ruan dhe u garanton të drejtën e protestëve dhe nuk i vret në lulet ballit, e para. Ky është dallimi i parë. Ta shohim se do mbaj nervin. Dhe protestuesit Se aty në Zvërnec, Se ditën e parë i gjujtën me ujë. Dita e 22, jo, ai ishte një tjetër histori. Te i kalim komplet. Sa i përket ndeshjes, kishte një situatë delikate me ekipin izraelit. Tjetër gjë. Mos të hyjmë aty. Dhe e tjetra u takon protestuesve që të kenë të njëjtën përgjegjshmëri, ndërsa protestojnë që mos të shkojnë dhe të përgjegjshëm bëjnë dakord, po edhe dhe mbeturinë mas. Jam duke folur për ata pak. Ta shohim të. Jam duke folur për ata pak veta që janë të gatshëm të bllokojnë dhe rrugë, janë të gatshëm që të bëjnë dhe vepra penale, etj. Kjo është një tjetër. Prandaj unë po them që kjo është Shqipëria ndryshe dhe është një Shqipëri e para. E dyta, jo, po s'kemi kohë. Po kemi kohë, për këtë që do të them unë se janë aty do të përqej. Dakor, po thuaj edhe Ta të rinjtë e sotëm, zoti Rakipi, këta të rinjtë që janë atje, këta nuk maten me veten e tyre 10 vjet përpara, siç po përpiqet zoti Gjoni të matet me veten e vet 10 vjet përpara. Këta maten me të rinjtë në Poloni, këta maten me të rinjtë në Bullgari, dhe sfida e shtetit ligjor në Shqipëri është pikërisht që të përmbushi këtë hendek. Pra ajo çfarë ne kemi bërë në këto 13 vjet, me sa duket për një pjesë të madhe të shoqërisë është e lavdërueshme dhe na voton, për këtë pjesë është e papmjaftueshme. Dhe ata kërkojnë dorëheqjen. Ajo çfarë duhet të them është, duhet kuptojmë dhe këtë prisja nga kolegu im gjyqtar, që të thoshte çdo kërkesë politike në një shtet demokratik duhet të marrë vetëm rrugën e ligjit. Qytetari ka mundësi dhe mjete ligjore për ta çuar kërkesën e tij drejt përmbushjes dhe së-ndërtimit. Natyrisht, ku pjesë e këtë drejtave të është dhe e drejta e protestës, të cilën po e bën dhe të cilën shteti ligjor po e zbaton. Këto do të thoshja unë. Kjo Tiranë. Zoti Gjoni, shumë përmbledhsa se kam ata të rinjt krahasoj me të rinjt. Jo të lutem, se kam pyetje tjetër për ju për lëvizjen, se ka dhe njerëz nga brenda jush. Dakor. Po, shumë shkurt. Po. Tani që Partia Demokratike nuk e kapi momentin, bashkohem me zotin Gjimnishti për një arsye shumë thjeshtë, e kapi me vonesë. Po që Partia Demokratike është në njëjtën gjatësi vale me gjithë momentin të cilët sot protesta ka ardhur, kjo padyshim që çdo njeri sot besoj që e kupton dhe e lexon. E dyta, që është shumë e rëndësishme, është që ajo protestë është sidomos e ditës shtunës dhe shtunës tjetër që do vije, do jetë një nga protestat më të mëdha mbar kombëtare. U ndërpre edhe një përpjekje, ju lutem. Bëni një përpjekje në qoftë çfarë problemi pati drejt? Ndërkohë e kalon ministri se ngeli ministri. fjala. Atëherë në qoftë se do ndryhej për të thënë, bëni një përpjekje për të rilidhur. Jo këtu, jo këtu, jo. Meg, jo këtu, te kjo pjesë. Mbaruam këtu. Jemi në një moment tjetër. Po.
Brenda PS s'kan filluar edhe për kënaqësi. Re dakord me mua për analizën për të rinjt? Jemi dakord, mor zotëri. Por edhe po të mos jem dakord unë nuk të kundërshtroj ti aty. Është dakord ato që janë atje në protestë. Ata që dëgjojnë, edhe ata që janë protestë dëgjojnë, po janë dakord ata jemi në rregull. Bëni një përpjekje, bravo. Po, Të lutem, sa më shkurt, po. Po, shkurt. Dhe unë them me plot bindje që nga njëra anë shumë mirë që u shtyr edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që Partia Demokratike të vej pikat mbi duke marrë shkas edhe nga protesta e cila ku zhvillohet dita ditës në bulevard. Sepse ne duhet të nxjerrim dhe të përthithim jo vetëm idetë të cilat kjo protestë po i zhvillon dita ditës, por njëkohësisht edhe individ të cilët normalisht kërkojnë që t'japin kontributin e vetëm në Partinë Demokratike. Dhe ne jemi të hapur për këtë. Dhe nuk jemi refraktar dhe nuk themi, por ama në këtë moment që protesta ka ardhur, kërkon zgjidhje politike. Dhe ne jemi për zgjidhje politike. Me që ju nuk do t'jeni me dhe unë do t'ju them faleminderit natë e mirë, kam një pyetje të fundit që do bëjnë fund të shtuarve këtu. Qëllimi kryesor kësaj proteste është shembja e establishmentit të 35 vjetëve, ata e kanë thënë qartë. Është arritur në një sukses, thoni ju, do me thënë rëzimi edhe juaj dhe i ministrit, që ju kam këtu, po do me thënë Jeti Ramës dhe i Sali Berishës. Është arritur në një rezultat deri tani, thoni? Unë them që po, sepse protesta në vetvete, përveç mekanizmave të cilët sot mënyrës se si organizohen, qëllimet e saj janë për të realizuar një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si Shqipëria do shifet në 20 vitet të ardhshme. Zoti Joni, faleminderit shumë, bisedohet me ju, edhe për shkak të natyrës së detyrës që keni kryer e kështu, se ka politikanë që vinë dhe thonë vetëm gjëra të tjera, të ndryshme, nuk e përgjigjen pyetjeve. Mësojnë bërmendësh. Unë jam konkret dhe jam realisht. Ka që shumë që i mësojnë, po ju, për shkak edhe të profesionit që keni të gjitha, unë nuk dua të fyej njeri, por shpesh i mësojnë përmend se ato dhe vinë dhe harojnë, s'kan lidhje me pyetjen. Falenderoj shumë, do të jemi, herë tjetër do jemi në studio. E njëjta gjë është, ti more kohë, po deshe ta matësh, ta dërgoj unë në fund. More kohë të barabart me ministrë. Nuk thash, në mënyrë më absolute. Programin e drejtoni juve. Faleminderit. Nëjsi. Natën e mirë. Tani, Zoti Gogu, brenda kanë filluar disa pakënaqësi. Disa njerëz si Rama i ka larguar, po ka dhe njerëz si Rama i ka ngritur lart fare, po shumë lartë, i ka ngritur shumë lartë, dhe sot duan Shqipëri të re. Për shembull, dhe zonja Spiropale që e quante Ramën Skënderbe, je që ka strot Skënderbeu, thonë Skënderbej të ishte e, dhe ky i thoshte Mamica. Po ta kesh mbajt, po mban mend ti, i thoshte Mamica ky. Dhe ajo i thoshte Skënderbej gjithmonë. Unë jam i vjetë në... Dhe mori postet pa numër të ANPS, tani do Shqipëri fare të re. Kanë qenë të dy të gënjur. Si ta kuptojmë këtë? Do Shqipëri fare të re, mo tani. Do kontratë në re tani. Po. Bëri thirrje për kontratë në re. Kontratë të re, Shqipëri fare të re, do me thënë. Unë mendoj... Se ka të dhe doktori, që të vazhdoj të rritë e doktori, se ja dhe kjo Shqipëri të re, do. Unë mendoj që... Kontratë gati e kaj. Kjo kuptohet pikërisht në atë gjë që e kemi thënë gjithmonë që kemi folur për demokracinë brenda partisë. Që çdo njeri, Thot çfarë doj, thot. Paraqet ato gjëra që mendon dhe pastaj në forumet e partisë. Kryetari i Partisë Socialiste, zoti Rama, e adresoi dhe këtë çështje dhe kot sa unë të përsëris atë gjë që ai tha me zi e presta atë paktin për Shqipërinë e re, le ta sjellin, tha. Ne këtu jemi, pra Partia Socialiste vazhdon e them që të jetë formacioni që sapo ka kryer një digjesë disa mujore në çdo qytet të Shqipërisë për problematikat të qeverisjes. Shkodrës. Kryetari e PS Shkodrës. Ka dalë kundër Elisës Përpari. Deputetja që doli për. Deputeti, jo. Me Omarsoria, thuhet? Koçeku. Koçek. Që e do të ndryshonte dhe gjuhën. Po, flet gegnisht. Flet një dialekt jashtëzakonisht të respektuar të gjuhës shqipe. Shumë interesante është kjo zgjidhje. Ma të është rritur. Shiko, i dashur është fuqia e Partisë Socialiste. Jemi parti me biodiversitet të lartë. Jemi, e disi e kemi biodiversitetin e vendimit, e veprimit politik. Unë lexoj nga pak teori, ja një minutë, unë lexoj nga pak teori demokracie, dhe di që ky sistem vlerash, akoma
në Shqipëri nuk është bërë asgjë, po edhe në botë ekziston pak, se edhe aty ka filluar të bjerë demokracia liberale, ka filluar të rrëzohet shumë fort, poshtë. Se shekollajt që të Po, bësh prit. demokraci liberale. Por gara është në thelbin e saj. Se ju i merrni tani njerëzit dhe i zgjidhni kështu, zoti ministër. E shikoj unë për shembull Antona Bilegën, pra ok. Sa bukur thiri ose sa bukur e riti. Ne hapim Kecin parti. apo dhinë. E pam pe merr dhe e vënë ishte mbyllur. Zgjedh partia, zgjedh Ne hapim parti. Zgjedh partia, e vëron lideri. Ju s'keni gar, jo. Sa të mirë e ka algoritmin e kanë. Tre çariku i këtyre nuk kanë jetë politike, mo. Këta shikojnë në bazë të algoritmin deri tani. E shikonin pas algoritmit, kishe algoritma jo, të lartë, me të uajt që vinë aty ditë, prapë e mort, dhe e futët pak garë pa gje. Tani do t'i vuani këto ore. Edhe vinë këta të Tani rinjë. do le algoritmi kundra? Nuk është as në kulturën time politike, po as në besoj objekti këtij debatit sotëm për sa i përket arritjeve të kolegëve dhe se çka kanë bërë ata në shoqëri dhe se si ata Jo, duhet të respektojnë garën, partia juaj duhet ata janë njerëz shumë të mirë, mo. dhe ushtrojnë thirrjen e tyre politike. Edhe zonja Spiropali dhe tjetër janë njerëz shumë të mirë punë tyre. Partia Socialiste Por duhet të respektoj garën Partia Socialiste. Prandaj S'ka garë. Partia Socialiste se hap dy Partia Demokratike s'ka garë. Meritokracia s'ka. hap dyer dhe dritaret. Edhe ka nga ata garë, mo, ky sistem ka në hyjnë qendër nga garë. dera, siç dhe duan të dalin nga dritarja. Kjo është e drejta Pra, e çdo ju njeri. mendoni që këta njerëz që flasin brenda partisë kanë drejt të thonë çfarë duan. Kjo është e shkruar në statutin e Partisë Socialiste që çdo antar i Partisë Socialiste shpreh mendimet e veta. pse të bëhemi ne- Çështja është që grupi pse të bëhemi parlamentar ne më gjithashtu katolik se papa? ka një rregullore që trajton të gjithë shkelet e disiplinës brenda grupit parlamentar, kështu që janë të Ne ndara. duhet jemi ne më katolik se papa. Është si ajo Barcelet e Reaganit kjo me Bashkimin Sovjetik, që gjithë e kanë drejt në shprehjes, po pas shprehjes nuk e kanë më. Pas shpresë mbaron filmi. Unë kam dëgjuar një herë, më kujtohet një nga mbledhjet e Partisë Socialiste kur zoti Rama thonte ky do jetë fundi i gjithë grupeve armiqësore brenda partisë. Akoma ka terminologjinë e para 90-s. Akoma vazhdo me ishte, ose më kujtohet diku kur thonte po e rëndësishme që ju vazhdoni studioni Partisë Socialiste, kjo tregon që Po s'ka gjë. kjo tregon që Partia Socialiste e ka atraksion. Studiu s'ka asgjë, ju s'keni si tregus, ju jeni vetëm me partia ka të fortë që prodhoni oligarki. Dhe do ta shikoni, besoj do ta shikoni Partisë Socialiste se si përmes të dëgjuarit, përmes të dialoguarit, përmes të ballafaquarit me shoqërinë shqiptare Dhimbje në forcë do të përmirësoj veten e vet dhe besoj edhe Po qeverinë. mirë 4 mandate, pse se përmirësuam, pse duhet dilte A militet. di çam bëri përshtypje mua zoti ministri. Votus. Ja po votus janë Nuk kemi ata. ne kufizime ligjore. Ata që kanë dalë në shesh, dhe Se dhe kam- po reagoni janë votus. Kam një Dakor, do pyetje. ta Ata nuk shikojmë janë nga mali sot. Pyetja e Abilekës. Shikojmë kur të vi radha. Zoti ministër, pyetja e Abileka Abileka. është paru radha, se po Kemi dhe 3-4 minuta dhe pyetja e Abileka. po pritëm radhën, ikën dhe malet. Jo, Mariana Koçeku me që e përmendët, bëri një status para disa ditësh ku e drejtua grupit Bajrave në Shkodër, që të mos i kërcënojnë familjarët. Bravo. Pas kësaj, Partia Socialiste nuk pati asnjë deklaratë, asnjë investigim, asnjë përgjigjëstrim ose kërkesë Solidarizim për me kolegën. A solidarizim. Tani, Jo, po a ka ndodhur gjithë pas kësaj deklaratë? Funksionimin dhe Publikisht joje. po nuk është. Nuk është e vërtetë. Po tani unë jam gazetar. Po le edhe se s'është kërcënimi vjen në shumë mënyra, nuk vjen me firmë. Ka asgjë ajo. Nuk vjen me firmë, ajo është tjetër gjë. Ne flasim Ka bje me bubullima me kështu. Ne flasim për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Shqipërisë. Human se s'ka lidhje, ajo mund të jetë ashtu siç thua. Fal, to mund të jetë gënjeshtë, po në kuptimin human e ke pas kolege më, si e le ashtu ti ndor Deputetët e Kuvendit. banda vetë. Se pare Ajo distancim duhet ta nga nxjerrë kërcënimi. kërcënimin A mundi sa më parë. Po urdhro. Ju zoti ministër keni Po, i vetë, do t'i koku ka reaguar, më se- thëmë drejtë, në këtë rast. Çështja e kërcënimit të një qytetari dhe jo më të një deputeti. Është shumë e rëndësishme. Është një nga çështjet që preket drejt për së drejti institucioni i demokracisë parlamentit. Shumë bukur. Kështu që nuk diskutohet. Ju e verifikuat të gjë? Unë di, me dijenin që kam unë, që të gjitha strukturat shtetërore kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në krye detyrës për sa i përket kësaj çështje. Ja, po tani Që do të thotë? Që do të thotë? Përgjigjja ime është kjo gjë se unë nuk shkoj, unë si ministër Zotri, drejtësie nuk kam mjet institucionet e drejtësisë. Unë di të them që shteti ligjor, Do të shejtë dhe drejtori i shkollës. shteti ligjor, Nuk ka lidhje me këtë gjë. shteti ligjor është pikërisht, po ja, kjo gjëja që Ore, mund ta kenë kërcënuar Drejtori i Shkodrës është nëse zhvilluar. kjo ka ndodhur, unë nuk e di nëse është kjo arsyeja, po di të them di gjë. pse mo, Shteti kaq kohë ligjor, gjatë, jo për një zonë sekondë tani u bëni pyetje. Okej, ma, po. Më fal. Kush heton
në Republikën e Shqipërisë? E tonë. Hetimin e parë e bën policia. Pra, po, kush e heton? Prokuria. Jo, policia e bën hetimin e Prokuria parë. drejton hetimin. Policia, prokuroria, në rastin konkret për shkak të detyrës, ka dhe organ të specializuar, si që është prokuroria e posaçmet. Pra, të gjitha këto shteti ligjor është aty dhe është në këmbë. Tani, se çfarë juve akuzën e bëtore, si ka mundësi Partia Socialiste, po them, kam dhënë deklarat në rolin e ministrit të drejtësisë. Dhe kam Ta njohën ministër, ju personalisht jashtëzakonisht e rëndësishme dhe shteti është aty për të hetuar këtë gjë. Po vetëm ju e keni bërë këtë. Po vetëm ju tjerët se kanë Më bëri kryetari i grupit gjithashtu. Dhe kryetari i grupit foli për kryeministri këtë gjë. që del. Po kjo Kryeministri sa hetohet kjo, zoti ministri, sa Kjo kohë? historia tani që ne reagon për bullizime në internet. do të thënë S'reagon ka për deputete, Edhe një- që vete mori, sa Unë si antar di të Partisë them Socialiste. Sepse po ta S'ka qenë as një ditë antar. Sepse po ta Edhe një kritikosh, ke punë me nderuar- bandat të qeverisë. Ka që thjesht është Edhe një historia. herë të nderuar koleg. Dua Po që se kritikova. Dua që t'ju them një gjë. Shteti ligjor heton ato thirrje, siç ishte edhe ky rast, por kur formalizohen në mënyrë që shteti lepranis dhe hetime kryesisht, unë nuk jam në autoritetin për t'ju thënë, do interesohem dhe do të a ka nisur kryesisht hetime prokuroria e Shkodrës për këtë çështje? Ajo çfarë unë di është që palët janë ballafaquar në mënyra të ndryshme. Kolegja ka bërë denoncimin publik, të akuzuarit kanë bërë një prononcim dhe unë po them që nga fillimi i emisionit deri në fund, shoqëria jonë këtë sfidë ka, zoti Rakipi. Nga njëra anë, shoqëria ka ngritur zërin, një pjesë e saj është atje në shtet, nga ana tjetër shteti ligjor ka forcuar shtyllën kurrizore, është atje jo vetëm duke mbrojtur protestuesit, po dhe duke Okej, qeverisur, e ikim. dhe ne duhet i mbajmë të dyja, nuk mund të hedhim o njërën Jemi o okej. tjetrën. O rëmujën, Jo tani, jo se o rëmujën, ose po prit grupi tjetër. Po, një fjali. Po jo, po do thotë. Ore, ata aty nuk janë thjesht tifozë kombëtare, kanë dalë për ndeshje stadium. Po kanë dalë për qeverinë. po pra, po. Se Dakor. ju shikoni me bluzat Është e drejta kombëtare, atyre nuk kushtetues. janë tifozë kombëtare. Po pra, dakor. Vetëm, se janë dhe tifozë Po kombëtare. edhe qeveria nuk është po edhe qeveria nuk është pa dashje atje, po është proklamoni votuar dhe po marrin vesh se është e kanë mandatuar. Fakti është Dhe qeveria, Po mandati s'është tani. Hoxha, Si thoni ju i bie që Ky çdo popull të ta e diel, mandatin, ky çdo ta të heq. shtunë dhe çdo të diel në Rom, në Paris, në Athinë, në Berlin, duhet të ndryshohesh i qeveri, se dalin njerëzit në rrugë. Zoti ministri, skandal ka nga dy fjali, dy pyetje e fundit. Dy fjali secili do t'ju ndërpresin nëse e zgjatni. Atë pyetje që i bëra zotit Gjoni, qëllimi kryesor kësaj proteste është shëmbja e establishmentit aktual. Është arritur në një apo jo? Nëse arritur 1, 2, 3 ose s'është arritur. Okej, unë do të them që gjitha qeverit bien duke gëlltitur gënjeshtat e tyre. Unë nuk e di ku do bjeri kjo qeveri. Por, ceremoninë mortore e ka ndorë kryeministri, qeveria ka vdekur. Bileke? Për të rëzuar një qeveri ka shumë punë, sidomos për të rëzuar një qeveri si kjo e Ramës. Ne me protesta kemi parë, në 90-ën dhe 97-ën, kemi parë që është shumë vështirë të rëzohet qeveria, në qoftë Po se i nuk ka përgjigjesh pyetjes fundit, që më të shpur mund të arrijë protesta. Pyetja ishte për shemin e establishmentit, a ka realizuar në një gjë? Po flas për të se kjo është më e bukur Maksimumi që akoma. mund të arrijë e kam të fundit. Kjo shëmbje e establishmentit është shumë e bukur. Unë mendoj që protesta, nëse protesta është permanente dhe i arrin objektivat një pas një, jo nuk i bashkon me njerë, për shumë sot kemi një bashkim objektivash i cili për mua dëmton protestën, pra i kërkon një nga një, arrin një nga një, dhe pastaj kalon edhe në një forcë politike më pas i arrin objektivat, ka shumë mundësi që t'i arrijë të vërtet të rrezojë establishmentin. Protesta deri tani ka arritur, është jashtëzakonshme si që ndër sot është dita 23 mos gaboj. Pra, deri tani, së pari, uli me këmbë në tokë dhe theu mitin e pa prekshëm të kryeministrit që kemi ne. Pra, së pari, Një protestë e vërtetë. po tjetër, po, kjo ishte elektorati gri që kërkoni, ma kishte humbur, ja ku është. Së dyti, në plan të brendshëm dhe ndërkombëtar, ka krijuar një imazh krejt të ri, ne shikoj mediat ndërkombëtare, politikanët në Bruksel, kanë një imazh krejt tjetër tashmë për Shqipërinë, ndryshe nga ai që u afronim ne. Dhe e treta, për mua çfarë ka arritur protestat deri tani, ka treguar që ka dalë një aktor i tretë shumë i fuqishëm, të cilit ende nuk po ja njohin për masat, nuk po ja njohim
meritën që ka dhe nuk e njohi fuqin ende që ka, por duam ne, i ka bërë dy mamuthët e politikës shqiptare, i ka zvogëluar si asnjëherë tjetër. Dhe çfarë mund të arrijë maksimalisht tonë ju? Kjo protestë? Maksimalisht kjo protestë mund të arrijë formimin e një lëvizje politike e cila do të çojë në rrëzimin e qeverisë së sot. Pastaj establishmentin është një lojë tjetër, duhet shumë. Abileka e ke këtë ide ti? Rrëzimi i qeverisë që problemi prandaj thashë duhet permanente, të jetë shumë e gjatë. Rrëzimi i qeverisë është proces i cili do kërkon presion, kërkon një lloj humbje të kontrollit të qeverisë ndaj rendit publik, gjë që ne e shohim të largët, dhe në rastin më të mirë nëse qeveria vërtet reflekton vetë dhe jep dorëheqjen, duhet pastaj që të rrezohet në votë, të shkohet në zgjedhje. Mendoj që me këto kushte është shumë e vështirë. Nëse protesta vazhdon gjatë, shohim një skenar të ngjashëm me Serbinë, dhe faktori në kombëtar ndryshon një zëri, atëherë mund të kemi një rast për rrëzim qeverie. Çfarë mund të arrijë maksimalisht? Gjithë bim dakord që Rama ka reaguar keq me protestën. Jo, po çfarë mund të arrijë maksimalisht? Diferencën i takon deputetëve ta bëjnë. Deputetët e Partisë Nëse deputetët bëjnë diferencën me Ramën, mund të kemi prapë të majtën në pushtet, po pa Ramën si kryeministër. Vetë një tjetër. S'bën vaki. Se s'ka si të bëj. Po pse? Besoj... Po sepse një partia është njëshëm. Besoj që arritja këtu është e Shqipërisë për të treguar që ka një shtet të maturuar dhe të pjekur që mundet të respektoj të drejtën e protestës dhe të mundet të siguroj që respektohet e drejta e pronarit, e investitorit, po nga krau tjetër zhvillohet duke ruajtur dhe të gjitha standardet europiane përsa i përket faunës, florës, e ku diun të gjitha këto gjërat e mjedisit. Dhe kjo është arritja kryesore. Pra shteti ynë besoj që ka kaluar një test ku ligji sundon në shoqëri. Protestuesit shoqëria ka folur, do më thënë njerëzit ka ngritur zërin, por shteti ka ana tjetër ka forcuar shtyllën e vetë kurizore, sepse shteti e respekton të drejtën e pronarit dhe ajo si do zhvilloj. Si do zhvillohe më shumë duke ruajtur mjedisi. Kjo është arritja e... Zoti Ministër, dhe mua më lejoni ta mbyll me një frazë që dërgoj një miku im dhe më ndihmoi shumë, që kam punu gjatë me të unë, Luçi Dervishi, thotë establishmenti ka rënë, por i ka zënë të gjithë brenda. Se është e vape dhe tani... Përveç Lutfiu. Jo, dhe Lutfiu. Dhe Lutfiu, okej. Atëre, Zoti Ministër, të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Kënaqësi, do të jemi dhe tjera. Me shumë kënaqësi vi me këtë. Zoti Gjinishi, të falenderoj shumë. Mirë ishe shumë sot. Dy kolegët mbeten. Dhe do të vinë të rinjtë, do më thënë ata që janë direkt aty, protagonistë. Një vajzë dhe një djalë që të rinjtë që do vinë këtu e të gjithë, do t'i pyesim, do t'i gjëjmë, që do në thone. Ja, kjo është arritja e Shqipërisë, si që është arritja e emisionit tuaj, që i gjonë dhe gjithë dhe zbatohen regullat. Shojmë dhe gjera që nuk i kuptojmë. Edhe do t'i pyesim. Fare shkurt, publicitet dhe rikthemi.